Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni zgjuar? Mirëmëngjes, ke qenë nëna. Si jeni? Nëna. Ke qenë nëna pra? Po nëna do rrim. Bëzë gjyshi, është djalë dhe thot mirëmëngjes të keqe nëna. Po pra, ka lezet. Kohë të cila janë në të ardhmen, do kesh dikë me zë gjyshi që do thot mirëmëngjes të keqe nëna. Je futurist. Po pra, 2050 do shkojnë. Nuk ma kështë e marrë mëndja ndonjëherë, dhe më thënë. Bravo. Si me ndonë ti? Bravo, ti e Shtrojmë kot neve, ne merimi me këshu kërkime shkencore. Bravo, të ndodhin të tartme. Interesant. Po, edhe kjo. Ja, shtu jemi zgjuar, ne kuptuat besoj. Jemi zgjuar pak kështu si raketik, nuk e se jemi shumë. Një lajm na duhe nga Romina, që na dha energjinë e duhur. Romina po tregon historitë e saj. Ata tregojnë për publikun. Jo, s'ka që unë mendoj ta kursejmë për njerëzit. Them që ne të vazhdojmë të ruajmë të njëjtin imazh, personal të paktën, për gjithë njerëzit. Ata që kanë kuriozitet personal, na njohin. Na njohin dhe për te kamerës. Tani, jemi thjesht gazmor, nuk është se bëjmë dhe gjë që... I tregojmë me pak nota humori më shumë se s'duhet. Pastaj nëse i tregon rej, ka një dosë humori pak më shumë se s'duhet, po, normalisht nuk prekim asnjëherë në kallo, pra nuk prekim as ku dhem, por gjithsesi i tregojmë në atë mënyrën tonë. Njerëzit tani janë kurios se çfarë mund të jetë, por që ju sugjeroj që më mirë më vonë. E bëjmë quiz. Çfarë mendoni ju që po mendojmë ne? Bravo, shumë bukur. Lëj gjëzën për shkak. Kam përshtypjen që ata duke na njohur do japin disa opsione që të pritshme. Po. Nisë si ore kam një pyetje. Sa klipe numëron ti në jetën? Se dija se mbaj mënd. Jo, thua një numër. Jo, se janë shumë, po si mbaj mënd. Po 2, 3, 4? 4 mbase, 5, 4 ose 5. Po 5 i kesë, ka përru 5. 5, po duhet i kemë pra. Po thue pra herë pas e sa unë jam Rej Bezhani, kam 5 klipe dhe kam kaq këngë. Bravo. Do ta bësh si prezantim. Po jo s'ka gjë. Për të gjithë fansat e Gjestit. Ai s'ka nevojë për prezantim. Varet si qëllojnë rastet. Ka raste që qëllon që i them përshëndetje Rej. Më kanë thënë tani e gazetar, i them gazetar, si më thej që jam gazetar. Oke, e pranon do më të. Ka raste që më thonë Rej, po është e i quni që kënë, si e i them mirë përshëndetje. Ka raste që më thonë, është e i quni që... është këtë djali që moderon, po Rej... Edhe po më thonë që bën suflaqe, si e... Të ka parë njeri, njerëzit po se pan diçka do më të. Po se pan regull, po. Po kështë të vret më shumë nga këto? Nuk më vret gjë, jo. Të vret? Po kjo tjetra që thonë gjithë Bora Romina dhe ideali? Po, s'ka gjë. Të ndodhë gjë? Jo, nuk ndodhë gjë. Nuk ndodhë gjë se shiko. Ka një gjë që a i djali mbahet mënd. Mirë ardit. A i djali mbahet mënd aty në mes. Nga Shkodra ishe, apo? Po, nga Shkodra. Nga Shkodra, familjen e kam nga Vilipoja. Janë të ardhur në Tiranë. Edhe kështu do më thënë, kjo është historia jetës. Ty do donte të kishte edhe Shkodra, këtë po. Po, do donte të kishte Shkodra një këngëtar, një... Pra je këngëtar? Pra jam këngëtar, në kohë të pjetshme. Në kohë të plot? Jam gazetar në kohë të plot. Ashtu. Jam speaker radio në kohë të pjetshme. Po, të pjetshme. Mjafton që të më thënë, u prezentuam, mirë se u rinjohëm, mirë se u riqëndruam. Jemi të njemi, pra. Po, jemi që jemi, pa tjetër. I përshëndes gjithë fansët e Gjestit. Ashtu, se kjo është e gjë që duhet kështë ju dua shumë, po na erdhi dita që do ta kuptoni vetë. Gjithsesi, kjo ishte. Edhe do fillojnë, ata kishe gjë me Gjestin ti? Jo, s'kam gjë me Gjestin, unë Gjesti ala me djali. Këngëtari përshëndet ose dis fansave të Gjestit. Po, ja titulli ditë sot me doli. Po, ne për këtë jetë. Dikush do bëhe kurban. Jemi në rregull. Po, sigurisht. Nejse, trego pak nga dita jote si u zgjove, si qështet? Shumë bukur u zgjova. I hapa sytë si një këndez. Pac. Po. Më duke qenë kjo javë? Kjo javë ka qenë e mrekullueshme, po. Ka qenë e mrekullueshme, energji, karikimi mirë. Çdo gjë ka qenë pozitive gjatë kësaj jave dhe shpresoj që të jetë pozitive edhe gjatë fundit të javës. E çuditshme e thënë nga ty me një javë të ngjeshur, se ti ditë për ditë sa të ngjeshur isha ditë të ndjej kështu dhe thot tani ka qenë një javë. Po unë për shembull pavarësisht se ankohem, po pavarësisht se ankohem unë sri dot pa punë.
Dua shumë të ngjeshur ditën, pavarësisht se mund ta kohë. Bëre ditëlindjen, ke filluar je pjekur. Jam pjekur thua, po shkoj drejt treshit, prandaj. Kur shkoj drejt treshit. Jo, je tani te treshi, se kështu thon. Sa i bën hyret. Kam hyrë. Ashtu quhet. Ja, po kur të hyj 2026, aty quhet fiks. Aha. Do presim. Po mirë, e pres. Vitin tjetër do bëheni gati. Vitin tjetër dasëm pra vitin tjetër. Festë e madhe, dasëm jo. Dasëm. Njerëzit që thonë kështu, po i delin gjë rrugës. Bravo. I kopsisin të gjitha. Po, u njohëm ndërkohë me mua, po ju të dashura gota. Ka një gjë që për fatin të keq dhe për fatin ton të mirë, ne kemi ca vite që prezantojmë çdo mëngjes që kështu. Jo, jemi në rregull tash. Të fillojmë edhe një nga fillimi. Po se ne nuk na ka ngacmuar njëri. Po ta thotë edhe në njëri megjithëse. Ja, po unë jap gojës një herë prandaj. S'kam faj ata. Ti duhet të jesh shumë i lumtur që njerëzit kanë filluar të bëjnë search në videot e zgjuar me MCN në TikTok emrin tënd, Rej Bezhan. Po. Që kështu për disa të herë. Kaq, që jemi në rregull. E ke kryer misionin tënd. Kam mbaruar. Kam mbaruar, jam i lumtur tani, le të më heqi nga puna. Le të më heqi nga puna tani, jam në rregull. Kaq mbaroj, po jam në deklarata boshe kot. Janë kështu si shkretima na e po. Po kështu më që ta përkëdhelin, po pse do ikësh ti këtu ikësh ti do tresim rrogën mos si. Po ty e di që ka rënë në vendin e gabuar. Po e vërtet edhe kjo. Po e shkrepun një herë tha, po hajde se po e shkrepim bosh. Po ti kur e shkrepin, po ma, po, të jem mërzitur, nuk vaj mirës të mërzitur. Ajo është. Okej. Ti Romina si kalove dje? Mirë me lulet e mia. Me lulet e tua? Po. Romina and her flowers. Miley Cyrus, po. Bravo. I can buy myself flowers. Mund të mbjedh lulet e mia, mund të rris lulet e mia. A është më tepër që thotë që ato janë pasagjeri i saj perfekt, më thënë. Po. Shoqëruesi kudo. Po se janë të vetmit mbasi që nuk e kuptojnë se çfarë po i jep ti makinës. O, lufta tret! Ishte një shaka, nuk ishte kështu. Bëj shaka, aman bëj shaka. Sot e keme detyrim të bësh xhiro me makinën time me mua në timon. Bravo, jam dakord. Dhe do të eci me makinën time me 140. Dhe ti nuk do e vësh rripin e sigurimit. Atëherë të dashur miq, ishte shumë kënaqësi që u njohëm sot. Nesër po e pata fatin të vazhdoj njohjen me ju, do isha i lumtur. Po do vishë ndoshe mirë. Nesër, futja nga jugu më mirë, të mund të zhdukesh një dy ditë. Ja, isha fundjavë në kaluar. Do ikesh të fundjavë? Apo do ike dhe këtë fundjavë, do ike dhe këtë fundjavë. Pra, okej. Kismet. Dushme, se nuk të bëjmë në ty plan. Jo, do ike dhe këtë fundjavë, kam vendosur. Bravo. Një jetë kemi o bora, do kurse kemi neve. Fundja. Ec aty, rushe kumbulla lekët edhe ec. Bravo, ndërkohë. Skandal tani ato kumbullat jeshtë. Sheni, apo jo? Qepën. Paren se has qeni. Paren dhe qepën. Paren se njef qeni që po hanë të pare, apo? Ndërkohë, bravo. Mr. Gafredo duhet në këtë moment. Dhe të dashura vajza. Që do e para. Unë. Ta bëj. U përgjigj. Ta shojmë si do ta bësh. Tani unë me doj. Tarile, e dom dhe, tequilave, e mandini stola. Shiko pak, si çdo gjë, duhet patjetër të bësh servisin në Bësh smetin. Po, vaj filtra. Po. Jo, ajo s'ka nevojë për vaj filtra, ka nevojë vetëm që të hiqen kapsulat që janë konsumuar dhe të vendosen të reja. Që kështu? Sepse çdo gjë e vogël në jetë, Bora, është një gur që ka vendin e vet. Jetoje me zemër, Bora. Jetoje me zemër, Romina. Po, kush e këndon këtë Orla Gaçe? Jo. Alban Skëndera. Alban Skëndera. Kujtës. Çdo gjë e vogël në jetë ka vendin e vet. Po. Tani edhe videot virale kanë vendin e vet. Kanë vendin e vet. Kështu që me Segafredo. Ecim. Bravo. E çuditshme. Si ka mundsi ku përshkojnë ato? Dojnë, se ku hynë, se ku dalin. Kur pastrojnë mamat lavatriçen, dalin shumë çorape, po unë nuk e di si pastrohet, e di ti Bora? S'di të pastrosh lavatriçen? Ja. Do merremi me një tutorial në veçanti. Marrim një ditë lavatriçe këtu në studio. Po, unë ta bëjmë live. Po është e vërtetë që ngecin aty, diku aty në Përtuba.
për tuba. Varet, për shumë, ato që kanë sistem filtrimi nuk ngellin për tuba, ose ngellin të ka pjesa e kazanit që në brendësi anësh, se të ka jo pjesa poshtë maksimumi ndo një qindark mu të ngellit, ose ndo një nga këto karficat e flokve. Ta fillojmë, ta një reklam për lavatricën. Shikon, jam adap për këtë punë. Vetëm 24 Kjo është e lavatricës, se pastaj e tharsis duhet pastrojët për ditë, nërsa e lavatricë pastrojët në qikë më... Aha, pastrojët lavatricë, me thëmë. Po kujdes kur ta hapësh atë poshtë, se shkarkon shumë ujë. Hapet ajo poshtë. Po. Ajo po shkarkon ujë, pastaj je me qizme, po shkarkon ujë. Po, pastaj thomë dorit e plaka, tyrit e parketi, ku më vajti, dërsa ta mbledhësh ti, se ajo ka një veçanti që ti e hapë, nxjerrësh të thatuj dhe ti s'ke shansë të mbyllësh dot. Mund të nxjerrësh edhe koshin e lavatricës. Po ti nga e di këtë rej? E ka bërë si proces. E kam parë si proces. E kam parë si proces, se jam i ndershëm, jam njeri që flasë të drejtat. Nuk e ke bërë si proces. Por e kam parë si proces. E ka bërë mami apo babi? Mami, më të shbabi. Po mirë mos s'ka ndonjë gjë të bëjë të bëjë. Mama është bërë këto. Është gjë mamash. Po, edhe ne këshu mendojmë, por që është gjë mamash. Deri sa ngelet një moment, për shembull, që mamat kërkojnë ndihmën e baballarëve. Sepse thotë, s'po e hap dot ose ka shumë ujë. Vjen babi dhe në kapjen e parë që mund t'i bëj për shembull, e bën gabim, e i thotë, po ikët drejqik, ik. Mora t'junë, merë me t'junë, edhe pastaj mami bëhet si përsa jam. Dhe thotë nuk bëhet më kjo, duhet e re, nuk bëhet kjo. Jo se përsha unë, po është e vjetër. Po, e qartë. Ai është i gatshëm mirë të blejë lavatricë të re, nëse ecim te ti dujt. Në shtëpinë e tij në Paris, Lenny Kravitz ka një dhomë të tërë kushtuar nënës së tij. Ca e lezetshme. Me foto, me piktura. Po, Lenny Kravitz është këngëtari. Në fakt e ka ideuar dhe e ka krijuar gjithë dhomën për nënën e tij, edhe është një hapësirë që e ka quajtur Roxy Room, pra në bazë të emrit të nënës. Nëna e tij është ndonjë figurë e famshme apo thjesht ka ndruar jetë dhe ai mban vetëm nëna e saj? Ajo është Roxy Rocker, është një aktore që është bërë e njohur për rolin e saj në pra pas ka pafund materiale. Po, dhe ai thotë që është dashuria e jetës sime për nënën e tij. Lenny Kravitz, ta kujtojmë tashmë që është 60 vjeç. Wow. 60 vjeç është kjo fotoja? 60 vjeç është Lenny Kravitz. Tani nuk e di a është kjo fotoja 60 vjeç, por besoj se mund të jetë kjo fotoja 60 vjeç. Come on. Po. Gjaketa super beli theksoka. Po, super bel, bravo. Dhe ai ka një koleksion portretesh në ngjyrë bardhëzi të nënës. Thot, i ka bërë babai im, thot, Cy Kravitz. Është një producent i njohur muzikor, babai, dhe në fund të viteve 60, pra. Dhe i kam vendosur foto, thot, në kuadrin e një që furnizon shumë nga kuadrat për Muzeun e Louvrit. Pra, të gjitha redimin e brendshëm të dhomës dhe kornizat e pikturave, ai ka bërë me kornizat që furnizojnë Louvrin. Ka krijuar një mini Louvre të vogël brenda shtëpisë tij për një dhomë dedikuar nënës, njeriu që thotë më ka frymzuar gjatë gjithë jetës së tij. Dhe është vetëm dhomë për nënën. Po kujtojmë që ai ka një shtëpi gjigande në një nga lagjet më të mira dhe të populluara të Parisit. Dhe një nga dhomat e tij, domethënë. Është qartë. Një ndër dhomat ka një vilë në një lagje të Parisit, e cila është mbushur me ambasadorë, është mbushur me personalitete, me njerëz shumë me emër edhe shumë me ndikim në jetën franceze. Kështu që ai e ka shtëpinë edhe vilën e tij në këtë rrugë, edhe pikërisht edhe njërin prej dhomave sapo hyet në shtëpi, sepse ishte një video që tregonte një tur gjigant të shtëpisë së tij në fakt. Te ka dhomë do të rri vetëm nëna e tij? Te ka dhomë rri fizik kështu. Për shembull, pranon vajza aty thua ti? Se s'mund të ketë shuar ai do të ketë bërë. Jo, nuk hyn njëri te ajo dhomë. Ajo është një dhomë e mbyllur, është një dhomë e mbyllur tek e cila qëndron vetëm Leni kur do të shkoj brenda. Për të pasur atë nostalgjinë e tij me portretet e nënës. Shumë bukur. Por që njëri tjetër nuk hyn dot. Do na fillojnë nëna tani të na kërkojnë, po mua s'më bëni një dhomë ju me foto. Po s'dom, nëna do thotë që më bëni te fotot tuaja nëpër mur, më bëni të mua një portret të matës madhuar, jo vetëm ato të vogla. Jo, në fakt nënat tona nuk do thoshin ma bëj një foto
të vetën. Do thoshin, na bëjnë foto tënden, familjes, ta kemi aty të shumë. Ato po, e kemi bërë tikit atë, e kemi. E kemi kryer si gjë. Kemi kryer, po duan foto të rinovuara. Po, robi edhe ndryshon, bora gjithë. Do t'i bëjmë disa që të vëmë dhe një lule nga poshtë, a shu janë të bukra. I vjet një lule, një tiger. Bravo. Një tiger. Një tiger. Po, një leopard, një gjë kështu, ecim dhe tjetër. Ecim. Këto 4 shenja të horoskopit janë thellësisht emocionale, por nuk e shprehin. Akrepi, Briciapi, Gaforia, Ujori. Të treja. Shenja të mia. Edhe shenja, edhe ascendenti zgjedhur. Edhe ai që kam. Edhe ai që ke. Edhe ai që ke dhe akrepi që e ke qef. Po. Kështu që imagjino që mund të bëhet te Romina. Jemi emocionale, do të thonë. Jeni emocionale. Unë, do të thënë, se di. Le ta themi me tik nervor. Shiko, për gaforën dihet që janë emocionale edhe nuk është se është një habi të paktën. Jo gjitha gaforët, po varet. Në përgjithësi po. Okej. Akrepi thotë është i famshëm për pasionin, fshehtësinë dhe intensitetin. Por thotë pas një vështrimi të ashpër, është një shpirt shumë i butë. Shumë më i butë se sa ai e lë. Akrepi lëndohet lehtë, por mëson që të fsheh plagët e tij pas një kostumi të blinduar. Bravo, Akrepi. Edhe të blinduar. Të blinduar. Briciapi. Briciapi thot duket praktik, logjik dhe gjak ftohtë. Nuk do ta shihni lehtësisht duke u shprehur emocionalisht. Pavarësisht gjithë kësaj, brenda ka një anë plot ndjeshmëri dhe një lidhje intensive me njerëzit që do. Po. La Gaforia. El Gafore. Gaforia konsiderohet shenja më emocionale e zodiakut, por sa do e hapur të duket, i fsheh mirë ndjenjat më të thella, i friksohet refuzimit dhe dhimbjes, prandaj shpesh i maskon emocionet me kujdes dhe me humor, ose duke mos i lënë të tjerë që të shohin asnjë ndjenjë të saj. Jo, ne shprehemi zakonisht. Ne çka kemi për të ne themi. Jo ti. Mira apo keq? Jo ti. Jo. Gaforet e tjera. Gaforia, po. Po, unë përfaqësoj ca gafore. Po, okej, po, përfaqëson. Jo të gjitha, po një pjesë, po, se varet edhe nga ascendenti, edhe nga data e lindjes. Varet duke hënë, duke diellin. Bravo, Rej, thuaj edhe një herë më Je zotëtar. unike. Po, unike. Lëret e shi. Por ajo pjesë e pasagjerit me lulet vazhdon të... Po. Dhe ajo është pjesë e pasioneve të gafores. Kemi të njëjtën. Okej. Po. Ujori është shenja pavarësisë edhe e logjikës. Pavarësisht gjithë kësaj, fsheh brenda vetes ndjeshmëri të madhe emocionale. Nuk i pëlqen që duket i pambrojtur dhe zakonisht përdor humor dhe butësi për të shmangur momentet tepër emocionale. Ky është dhe ujori, pra. Okej. Pra janë 4 shenja të cilat janë shumë emocionale, janë shenja që duan ta fshehin ndjenjën, e nuk e pranojnë që ta shfaqin faktin që janë emocionale dhe lënë të gjithë një perdë ose një mur përpara që mos i shohin. Diku është e vërtet se nuk na pëlqen. Të paktën emocionet që mund të kemi, që mund të jemi më të brishta ndonjëherë, nuk duam që njerëzit na shohin duke qarë apo na shohin të dobët. Po, mundoj. Kjo kam përshtypjen që do pak a shumë gjithëve. Po. Megjithëse kohët e fundit ka filluar, për shembull, ajo që un kam parë është që njerëzit nuk e kanë më kompleks të dalin për shembull edhe në rrjetet sociale të nxjerrin video duke qarë në momentet e tyre të dobësisë, të flasin për ankthën, të flasin për depresionin. Kjo edhe nga njerëz që ka një lloj impakti, pra ka filluar ka ndryshuar pak dhe po ndryshon. Dhe duket sikur duan t'rregojnë që ne jemi njerëz të gjatë dhe mund t'i përjetojmë gjitha këto emocione dhe pse jo mos i shfaqim. E mirë apo jo, është zgjedhje personale, mendoj. Po s'kam e bëra pse ta di komshia që ne po qajme jemi keq apo jemi zgjidhur. Për shembull mund ta duan fansat, për shembull, jo. Fansat të njohin anën tonë emocionale, njerëzore. Po mshin ndoshta jo, se mund mos jenë fansa. Janë fansa të fshehur ndoshta. Ata që dinë për ne më shumë gjëra se që dinë vetë. Po, e qartë. Ecim Në rregull. Tradita të çuditshme nga vende të ndryshme të botës. Hajde. Do ishin tradita, në fakt, disa të lezetshme, disa nuk e kuptova pse duhet bëheshin. Na thuaj çfarë duhet të praktikojmë në Shqipëri. Danimarka, në ditëlindjen e 25, nëse je ende beqar, miqt të mbulojnë me kanellë nga kokat e këmbët. Tharë se të mbulonin me lek më përse? Me kanellë, mbytesh komplet. Mbulojnë me kanellë dhe pastaj tak, zë dashur ti direkt se. Shpacjell se. Erë kanellë? Okej, kanellë ka erë të mirë, po. Po neve që po shkojmë dhe 30-at,
Po ty s'ka gjeshë të Mbulojmë piper. Me qa, me kane, me piper. Jo, më unë s'dua t'i largoj, unë dua t'i afroj. Po mund këtë njerëz që kanë qef piperin? Piperin. Dua të digjem. Në sensin pozitiv të gjërës, Po, persona që mund pëlqejnë piperin janë më të rrallë se ata që pëlqejnë masën e gjërave që janë më komune. Dhe ti atë do që të kesh. Ti do mata më rrallën. Po piperin ngatrohet me kanellën, kështu që piperin e kuq. Ku ngatrohet më? Të erë. Piperin e kuq. Marim piperin e kuq. As ngjyrë, po jo mos ngjan fare. Edhe, po mirë më. Nga larg. Nga larg. Nga larg me qik piper të kuq, qik kanell. Po provoj njërë. Kanella është qik me erët, po. Të hedhësh në vend të kanellës, shu. Ngatrohet të djali, ngatrohet dhe me dhe ne. Unë mendoj që për shembull ta heqim piperin edhe të bëjmë një zgjidhje tjetër. Çfarë zgjidhje tjetër mund të jetë? Të lyesh ti? Jo të lyem unë mirë. Për këtu në Shqipëri. Për beqarët, se unë e mora vesh, ose unë s'lyem fare. Unë votoj që në mbulojmë beqarët me para. Në mbulojmë beqarët? Që ti është beqarët në mbulosh me para? Në mbulosh me para. Kështë e varianti që ti pyet partnerin, për shembull që... A i do më kuptoj pa tjetër, do thot vazhdo të ndajmë sa të mbuloj me para, po mi. Bashkë do t'i ndanë në fundja. Le të themi, po. Vazhdojmë. Spanja, në qytetin Bunjol, çdo gusht zhvillohet la tomatina, një betejë gjigande me domate ku njerëzit hedhin domate për njëri tjetrin për qef. Po, interesante. Po janë nga ato të puta veta? Po. Që të pëlcasin direkt, do më të vjeni nga ato zemër kau që është me maje dhe guf, të le direkt. Ti kujton se ike për qef, atje të shofësh veten një këtu. Gjithsesi. Japoni, në ditën Namahage, burrat veshur si demon shkojnë shtëpi më shtëpi për të trembur fëmijët dembel që të sillen mirë gjatë vitit. Kjo që nga e çmerrshme. Jo. Unë mendoj që është diçka pa sens kjo. Pa sens është. Indonezi. Kjo pastaj ishte e tmerrshme fare. Gjithsesi jemi mëngjes, po në Toraja njerëzit e varrosur, korrenti. Njerëzit e varrosur nxirren nga varret çdo vit ose çdo 2-3 vjet për t'u pastruar dhe veshur me rroba të reja dhe për t'u nderuar nga familjarët. Çfarë veshin më skeletin? Apo i mumizojnë ata? Po, tani Romina, mos ty ma që delë, s'ka gjë më se informacion është. Me sa duket, me sa mbaj mend unë të ky fshati, është fshati që personat e vdekur i mumizojnë dhe madje nuk varrosen në dhe, por janë kështu, mund t'i shohësh. Se mban mend kemi pasur dhe një Elsën e udhëtimeve që shpjegoi si eksperiencë. Dhe kishin me vite, domethënë, që ishin aty, po. Se bën sens me ndru skeletin. Po mirë më duhet kesh kujdes. Venezuel. Në qytetin Maracaibo, shumë njerëz shkojnë në mesh për Krishtlindje me patina me rrota. Për? Për qa? Çfarë simbolizon? Po, asgjë. E kanë vesë. E kanë Më është bërë vesë. Më është bërë vesë që dalë nga shtëpia. Këtu tani do të shkojnë me skuter, për shembull. Okej. Shkojnë me skuter. Imagjino në ngritës me patina. Ta lezet më? Po shkon fiks për Krishtlindje, për mesh. Je lëshoj veten kështu, po t'jetë dhe i qik disheza, jo? Po. Ikën vetë, lëshojt vetë. Futesh direkt brenda. Ecim, vazhdojmë. Mirë. Titulli tjetër? Po. Mbarum për aq, ç'a do të? Mosha ideale për të martuar është 27 vjeç, ndërsa për të pasur një fëmijë 28 vjeç. Në qartë, ju s'bëni, apo ju e keni kështu? Në mëndësi. Unë 28 jam akoma. Jam brenda. Mirë. Deri në korrika, atëherë do prej. Këto ishin pra sondazhe që kanë nxjerrë këtë konkluzion, nuk është se ka një gjë kjo. Po si që nuk bën sens lajmi se. Se 7 vjeç martohesh, 28 bën fëmijë, po dali që një. Po mirë ti, supozoj që e ke njohur, nga 4 vite martohesh, për muaj mjalti, bën procedura, edhe 28 të gjej me fëmijë. Ditën që ti ke martesën, të vjen një mesazh për shembull si nëpër filma që ti s'e ke njohur kur partnerin tënd. Sa ai është kështu, ai është ashtu. Se bëra si nëpër filma. Dhe ti thua që kam njohur sigurisht se ai së shpejti është baba i fëmijës tim. Bravo.
Dela, ku pastaj fillon... Do t'jetë baba i fëmijës tim. Au, po mirë më bëni shoqe të dyja. Qa ka të keqe? To telenovela spanjolle që s'kishin fund, që a ishte baba i shumë. Shumë fëmijëve. Po, okej. Unë mendoj që nuk ka një mosh këtu. Po, me gjithë Po gjithsesi është një mosh tek e cila është një lloj pjekurie, qoftë 27-a, qoftë 28-a, është një lloj pjekurie të paktën, po gjithmonë në varësi të individit. Po mendoj që ata individ që kanë një lloj jetese të standardizuar, që kanë shkuar në punë, tashmë kanë dalë në jetë, janë munduar që të krijojnë diçka për veten e tyre, mendoj që e kanë pjekurinë e mjaftueshme për të bërë prindër edhe për të krijuar një familje. Ore, ka njerëz që e kanë dashur të gjë, po s'kan pas mundësi. Është mendjesi kam përshtypjen. Mund të vijë edhe në moshë më të vogël, edhe në moshë më të madhe, mjafton ta ndjesh. Mirë, edhe ajo, po nga që unë mendoj që edhe për shkak se mjekët thonë gjithmonë që sa në një moshë më të re të jesh për të krijuar familje ose bërë fëmijë, aq më mirë është tek ta ndej. Pastaj thonë atë teorinë tjetër që sa më shumë e madhe ti jesh në moshë, fillon ezaurimi i nervave dhe të lëshojnë, të lënë. Unë mendoj që është thjesht çështje zgjedhjesh personale, siç tha Romina, po prapë se prapi është një moshë kjo që do isha dakord në këtë moshë, pra, si çështje. Kur ishit 15 vjeç, e keni imagjinuar ndonjëherë veten 28 vjeç të martuar dhe me fëmijë? 15 jo, as 18. Unë 28 më duke shumë larg njëherë, kështu si moshë. Po pikërisht, pra, sepse ne mendonim që me kohën si jemi rritur ne, që 25-a do ishim byll nga gjitha anë, do ishim rregulluar jetën. Ne kemi qenë fiksa i brezit që 35 vjeçarëve i thoshim teta ose xhaxhi. Po pikërisht. Kështu, tani është e tmeshme. Që vërtet, tani nuk e mendon dot. Kërkojnë falje atyre. Tani një person 25 vjeçar jeshe që nuk e ka fare mendjen në këto gjëra. Zero. Pra një pjesë e madhe e 25 vjeçarëve të marrim si një moshë. Po dikur 25 vjeç ishe ngelur nder. Një jetë të thërret. Po, ka ndryshuar kohët, tashmë, është bërë ndryshe. Edhe në Amerikë të vit për herë të parë, numri lindshmërive është më i madh tek gratë mbi 40 vjeç, sesa tek vajzat në të 20-at edhe deri në 30. Po pra, dhe kjo është për shumë arsye. Patjetër që është për shumë arsye. Shumë mund të kenë dashur që të bëhen nëna më herët, shumë mund të kenë luftuar për të bërë nëna më herët, shumë kanë dashur të bëhen, por s'ka pasur një partner që le themi kanë dashur që të krijojë familje, kanë pasur vetë partner për aventurë ose për të kaluar një pjesë. Patjetër. Janë disa komponentë, nuk është kaq e thjeshtë për ta marrë. Gratë mbi të 40-at ose mbi të 35-at e duan më shumë një fëmijë sepse kanë edhe atë thirrjen që tashmë e kanë më të madhe, por kanë edhe një lloj pjekurie ndryshe. Po është dhe cikël biologjik, nuk vendos dot kur do ti. Ka dhe një moshë biologjike. Absolutisht që është mosha, po mbase për një arsye ose një tjetër mund të mos ketë pasur partnerin ose partnerin e duhur ose kushtet e duhura që nësi ka. E drejtë, okej. Kemi diçka tjetër? Po, kemi. Hajde. Studimi, 2 net me gjumë jo cilësor ju bëjnë të ndiheni 4 vite më i vjetër. O, zotë, ndihem 20 vite më i vjetër. Sa vite i bie t'jemi ne? Nuk e di sa vite i bie, po gjithsesi. Shumë re për ditë. Po jo ti. Po ti e bën gjumin cilësor, më i vdekshëm për ty. Jo gjithmonë, me thënë drejtën. Jo gjithmonë. Edhe kur flet shumë nuk është fort cilësor. Jo, po kanë për shembull ju themun që zgjohem herët natën, fles, zgjohem prapë, edhe ky nuk është një gjumë i mirë. Nuk është gjumë i mirë. I konsideruar. Por kanë filluar magnezin. Wow, bravo, super lajm. Po tani ti kemi mjekët edhe nutricionistët çdo ditë këtu që na rekomandojnë të kujdesemi për veten, mos të marrim. Do ishte tmeshëm ose? Jo, është e vërtetë, Romina, bravo të qof. E ke nisur edhe ti pra? E kam nisur dhe unë. Bravo. Unë e kam nisur kompleks. Okej. Po. Po se ka dhe B12, po, ashtu e kam marrë. Magnez kompleks. Edhe është e kokra gajtë, që s'ka. Mbytësh shumë. Ti unë të marrësh kokër, mos marrësh... Kokër pra? Kokër thash, është kokra gajtë. Mbytësh gurepin, gjithsesi, po. Terezi. Vazhdojmë. Edhe gjumi cilësor, pra, është çelësi për të mos pasur moshën reale. Për të mos ta ndjerë moshën reale në trup. Okej. Por gjumi jo cilësor është çelësi që ti ta kesh vërtet atë moshën reale në trup dhe madje të ndihesh edhe më i vjetër. Po kur ti e ke moshën që ti mendon një i ri, po e ke çedon te gjumi? Sa do i ri. Ka disa të rinj që çedojnë te gjumi për çështje qefi për shembull, se
bën jetnate, pastaj të nesër duhet të zgjohen herët se janë në punë. Është edhe Flejmë kjo. pas diteve, por e rëndësishme është që brenda 24 orarëshit ti ta plotësosh orarin e duhur gjumit, që minimalisht është 8 orë. Shiko, është diçka në fakt. Gjumi darkës Është në diçka në drejt fakt që sado mund themi për pjesën e gjumit, të paktën njeriu në jetë një herë vjen. Kështu që ai gjumi mund të jetë cilësor e kështu, po kur afrohet ajo fundjava, le të prishet pak ai gjumi tani se fundja. A me këtë parimi. Nuk po jetojmë për të fjetur, se po jetuam për të fjetur, vaj hallit pastaj muhabeti. Po. Ka sa njerëz për shkak që thonë që do flen, po ne edhe kur të ikim në botën tjetër gjumë do bëjmë. Ja, ti se dim se ç'do bëjmë. Po. Edhe unë këtë mendoj, për shkak. Gjithsesi, mendimi im është ky që gjumi duhet. Ne pavarësisht se abuzojmë shumë me gjumin, unë jam një ndër personat që abuzon shumë me gjumin, kam një gjumë tërësisht të çrregullt, asnjëherë në orarin e duhur, edhe gjithmonë më pak se orari i rekomanduar. Por që është tjetër muhabet pastaj. Po ti ndjesh më i plakur se Po mirë, po ja Dje më i plakur, po paret. Po ja fusim dorë gjumë me këtë rast. Me moment. Se na zuri gjumin. Okej. Ka momente, thot Devis Gjerau. Ka momentin, po. Ajo. Kemi titull tjetër? Po jo, s'kemi titull tjetër. Do kalojmë në reklama dhe më pas të kthehemi tek Xhaxhëza. Yes. Nisemi për të ecur. Ja ku jemi, po, u Kemi. Dhe ikim. Sa erdhëm ikim direkt. Xhaxhëza. Okej, shohim Xhaxhëzën e ditës. Jeton në një shtëpi pa dritare, pa derë, ripezull në ajër, pa undjerë. Fluskat. Rrezet. Ja. Ajri vet. Oksigjeni. Tymi? Si ishte tani? Tymi? Po. Tëbe. Tëbe. Po njëra duhet tjetër. Jo, si ishte tymi? Më trego pak për procesin që ishe në momentin që bëre Xhaxhëzën. Ka kishe përballë që të frymëzon. Asgjë, ishte një moment që më shkoi mendja. Po thamë. Nuk kisha asgjë rreth e rrotull. Domethënë nuk u frymëzove nga gjërat e rrotull. Asgjë s'kisha rreth. S'po bënte mami byrek kështu gjëra. Po shihja një video në fakt. Pash atë videon. Po shihja një video. Llampat, thot Dorisa. Jo. Jo. Si ngelem kështu? Jo. Do një flutur që fluturon? Ja. Mendoni të dashurat e mia. Zëri, tingulli. Jo, nuk është atë zëri. Ai nat. Mendoni. Po të mendojmë ta gjejmë. Ai nati. Romia. Shumë nat. Okej, gjithsesi, unë po ju lë juve të mendoni, siç kundër do mendojnë edhe njerëzit që na ndjekin. Drejt. Do na çojnë përgjigjet në Instagram, Facebook, TikTok, letrat i pres si gjithmonë poshtë derës, gjithashtu edhe posta ime elektronike, Rejbezhani, @gjithmonë e ka vendin aty @mcn.tv. E përsërisim edhe një herë Xhaxhëzën, ë? Hapin edhe një herë, ju lutem regjia. Për herë të fundit. Jeton në një shtëpi pa dritare, pa derë, ripezull në ajër, pa undjerë. Interesant. Okej, e pam. Okej. Nuk teksti. Okej, shohim tekstin. Se diku shkoj dhe rritë presipem. Po, produkt 28. Që të bëj dhe prap të presipem. Thash njerë të ndryshojmë dorën. Nuk të këndoj këshu në ditët e mija. Dora e zakonshme thash që le të ndryshoj pak sot. Ka pasur super tekste. Një ditë po ecja rrugëve dhe po shkoja s'di se ku. E fshehur në përmjegull, pash një ëngjëll. Unë të dua. Dhe thash të të gjej adresën, të të kërkoja dorën, o më për ti kërën nga qeli, edhe shtëpin s'ta di njeri. Atëherë, qa bëra? Vazhdova rrugën, kapa shpullash një fëmi, thot, edhe pastaj, qa bëra? Gjithë lagjën e acarova. Policia erdi tani, prangat në duar, po të kërkoja sytë, por
Druri bëri punë. Druri bëri punë e E në rajon të harrova ty. Po. Se di ku shkoj. Dhe rrit pres si pem. S'po dit që të bëj dhe prap të pres si pem. Po. Zësht me vjeshtën ikën dhe unë beta vetëm. Qa të bëj? Dhe rrit pres si pem. Gjithë me ndojmë për ty. Dhe unë dhe vetja ime. Po. 2 veta jemi. Se ta mamë si në për filma, unë rri futem në mendime. Bëhem pak tip melankolik. Mbyll perden. Dritën fik. Shiu bie. Pik. Edhe ora ecën. Taktik. Të gjitha ecin brapsh. Ti bën sikur s'më do. Po, ndonë se unë nuk kam taktik. Ti gjithmonë më thua jo. Me të futme. Por ti dhe gruan po e mora. Për zonë, do i vë emrin tënë. Mua ethet po më zënë. Se ti vetëm më ka lënë. Iku dhe njone. Po. Me ethet e dimrit. Wow, çfarë teksti. Çunat kanë qenë tap kur e kanë shkruar. Është shumë. Jo. Dise si Fabian Basha, Alban Kondi, ju përshëndes Turhysto. Hyska, po, fantastike. I përshëndes Suna. Klipi ka qenë brillant. Ka qenë animuar, mos ka animuar, po. Po, është një super këngë fakt, edhe Çunat kanë pasur një super ide geniale me këtë këngë, edhe për te ides që kanë pasur, kanë qenë dhe 3 individ të cilët janë shumë të suksesshëm edhe sot. Pra, nuk është një nga ato grupe që ata kur janë darë më pas nuk kanë arritur të mbajnë sukses në tyre, po janë grup që... Njerëzit e duan rikëtimin e tyre. Me zje, kemi pritur, pa ta sa duket skandër më. Po se cili po bën jetën e vetë në punët e tyre. Po një këngë duam. Një këngë. Kanë marrë tërsisht rrjedhat të tjera, në fakt. Në jetën e tyre, por ama Fabian Basha, Alban Kondi kanë një, le themi, një kohë gjatë që punojnë së bashku. Po, ndërsa Turi ka qenë producent. Po, pa diskutimi. Përshëndesim Çuna. I përshëndesim, ta dëgjojmë pak këngën tani. Super, bravo, fantastike. Bravo që e solle, se ishte shumë e bukur. Na duaj, faleminderit Bora. Unë kam, ta thash, është një ndër këngët që unë dëgjoj shumë shpesh. Kjo dhe guri që s'bot zidza. Po. Om të guri, o do të preste guri, om. O të guri që zidza s'bon. A e këngëtari. Ja, a i shkëndojmë neve, njerë për malë. Okej. Mirë, të paktën. Për këtë javë e ke kryva. Për këtë javë e kryva, po. Javës tjetër të qojmë qarë malli do kemi. Kismet. Po patëm një mall produktiv, do me thonë. Okej, unë thash prurje, pra për dhe nese gjithësësi. Po flasim për mall shpirtëror, produktiv, që t'i jep një lloj dëshire. Do këndosh këngën malli. Ku e ble malli shpirtëror ti kryesisht? Të artistët. Se për shumë, në qofë se vjen dikush që më sjell një mall të mirë, që për muzikën e mirë, artisten që ishte për shumë Kleap Shutra, aty unë tak marrë një spunto pozitive për të përfshirë. Presim lajme, Po, bravo. Gjithsesi, vazhdojmë të ftuarit. Okej, vjen në studio pas pak Gjigje Uruçi, e cila është kuzhiniere dhe është shumë e njohur në Itali për byrekun e saj shqiptar. Ka një histori shumë interesante, duke qenë se fillimisht punonte tek të tjerët, ajo vendosi që të hap furrën e saj të bukës, por fillimisht me produktet e zakonshme që ka një furrë buke dhe jo me byrek. Pastaj pa në ndër që duhet bënte byrek dhe ashtu vendosi dhe ka arritur që prej asaj dite byreku shqiptar të jetë më i famshmi në zonën ku ajo jeton, duke qenë se furnizon edhe një pjesë të mirë të furrave dhe të bizneseve të tjera me byrekun shqiptar. Dhe madje, kjo ka çmendur italianë, por shqiptarët thonë që ky është fikse ajo është ajo aroma e byrekut që ne kemi provuar edhe shijuar në Shqipëri. Megjithëse duhet vlerësuar e ftuar ditës së sotme sepse ka ardhur nga Italia vetëm për emisionin e sotëm për ne dhe jemi shumë falenderues dhe mirënjohës pa diskutim. Do të kemi një super bisedë vetëm pas pak me të dhe
pa diskutim do flasim edhe për gjithë suksesin që ajo ka korrur. Okej, më pas. Më pas vjen në studio, po një kampion bodybuilding, Romeo Karabeci, ka fituar titullin kampion absolut i Ballkanit në garen që është mbajtur pak ditë më parë. Ai vjen sot për të na rrëfyer emocionet e kësaj gare, po sigurisht edhe pjesën para përgatitore që ai ka bërë, duke qenë se sportistët e këtij kalibri mbajnë një regjim shumë të rrept para garave. Shumë e drejtë. Më pas një super intervistë, duhet të thënë. Me një nga gocat tona. Me gocat tonë, po Francesca Hysi është bërë nën para pak javësh, nën e një vajze me emrin Lore Mar, dhe ne kemi gjetur pak kohë këtu në studiot e MCN-s për ta intervistuar dhe për t'i marrë ato emocionet e para se si ka ndryshuar jeta e saj dhe përditshmëria e saj tashmë që familja e tyre është rritur. Dhe është më tepër që ka pasur një, për shkak se ajo i postoi fotot e para që brita në punë, kam vendosur të iki në punë dhe të dalë, do më të lë vajzën për pak orë, për 1-2 orarësh ndoshta, njerëzit filluan po e sulmonin në rrjetet sociale që pse ti gjete, pse ka shpejt njerëzit atë punë kanë gjithkohë, tani merren më përballë. Mos të ri, goca ka nevojë për ty, ti ke nevojë për veten tënde. Por Françe ka një përgjigje edhe për këtë. Pikërisht. Okej, super. Ikim më njëherë tek horoskopi dhe kthehemi vetëm pas pak. Dashi, ka mundësi që dita e sotme të jetë disi delikate për ju dhe në disa momente mund të ndiheni të pasigurt. Ju që keni një lidhje nuk do jeni shumë diplomat dhe do qeni të drejt për drejt mund të sjell debate të her pas hershme. Nëse jeni beqar, më në fund do mund të shprehini lirisht dhe ka gjasa që të marrin përgjigje pohuese nga dikush. Në punë mundet edhe të mërziteni duke bërë gjithkohës të njëjtat gjëra. Pranojeni propozimet e reja pa ju dridhur qerpiku. Yjet do u ambrojnë gjithkohës të ardhurat dhe ky sektor do jetë plotësisht i mbrojtur. Lejojini vetes dhe ndonjë shpenzim për qejfin tuaj. Demi, dita e sotme ka për të qenë shumë herë më e mirë nga më parë, kështu që lëreni veten të lirë dhe bëni atë që ju doni dhe ndjeni. Për ju të dashuruarit do jetë ditë e favorshme dhe mjaft e privilegjuar. Nuk do keni mosmarrveshje me partnerin dhe do i shihni gjërat me larg pamësi. Ju beqare do hallakateni kot së koti dhe nuk do ndryshoni as sot të statusin tuaj. Në punë sado që të mundoheni nuk do arrini atë që doni. Gjithsesi avantazhi është se do e merrni çdo gjë me pozitivitet. Shpenzimet kontrollojeni me kujdes, pasi në të kundërt situata do ju dalë jashtë kontrollit tërësisht. Ndihmën e miqve duhet ta pranoni sepse do ju duhet. Binjakët, ditë monotone ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë. Edhe nëse keni një lidhje, do ja lini gjërat kohës dhe her pas here do ndiheni keq, pa dëshirë për të vazhduar dhe mund të mbylleni në vetvete. As ju beqarët nuk do keni fat në dashuri, kështu që ju duhet të prisni edhe pak për ndryshime. Më mirë ta kaloni kohën e lirë me miqtë e ngushtë sepse nuk keni për të mërzitur. Në punë keni për të korrur ato që keni mbjell. Nëse keni bërë përpjekjet e duhura, çdo gjë do ju ecë më së miri. Marsi do ju nxjisë që të tregoheni dorë lëshuar me shpenzimet dhe gjendja ka për të pasur goxhat ronditje. Gaforia, planetet do ua bëjnë çdo gjë të mrekullueshme sot dhe në çdo moment do përjetoni kënaqësi të papërshkrueshme. Venusi do jetë planeti që do të ketë ndikimin më të madh tek jeta juaj në çift dhe do ju bëjë që të përjetoni emocione shumë të forta. Zemra e beqarëve nuk do ndihet mirë as sot. Mërzitja do i pushtojë her pas here, por nuk do kenë çfarë të bëjnë tjetër veç se të presin. Në punë, nëse ju duhet të jepni përgjigje për disa propozime, kërkoni disa orë kohë për reflektim. Në planin financiar nuk ka për të ndikuar asnjë planet, kështu që situata do varet plotësisht nga mënyra se si ju do menaxhoni. Luani, hëna kësaj here do ju bëj edhe më të ndjeshëm ndaj botës që ju rrethon. Nga ana tjetër nuk do e humbisni asnjë moment realizimin dhe do jeni të vëmendshëm. Jupiteri do të influencojë jetën tuaj në çift. Ky planet i fatit do favorizojë marrëdhënien që keni krijuar, duke ju bërë më bashkëpunues me njëri tjetrin. Ju beqarët duhet të tregoni pak të matur në çështjet e dashurisë. Nuk është dita e duhur për t'u angazhuar seriozisht, kështu që shihni vetëm t'ia kaloni sa më mirë. Në punë do ju duhet të bëni disa rregullime të vogla që gjërat t'ju ecin më natyrshëm. Situata financiare do të jetë e kënaqshme, kështu që mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha,
Gjatë gjithë kësaj dite do bëni gjithçka që të përshtateni me situatat që do ju vinë. Në asnjë moment nuk do shkoni kundër rrymës. Ju të dashuruarit do mundoheni të arrini harmoninë në çift më shumë se sa të kaloni një ditë plot pasion. Do bëni gjithashtu përpjekje që të bashkëpunoni dhe të flisni më shumë me partnerin. Ju beqarët do keni shumë takime, por nuk do keni dëshirë të krijoni një lidhje serioze. Nga fundi i ditës, ky mendim edhe mund të ndryshojë. Në punë, shefat do ju përkrajnë iniciativat e reja që doni të ndërmerrni dhe do ju përgëzojnë mjaft. Kjo do jetë një shtysë edhe më e madhe për të bërë gjithçka edhe më mirë. Financat, edhe pse do shpenzoni goxha, do jenë të mira. Peshorja. Ka rrezik të jeni të paduruar gjatë kësaj dite dhe mund të keni reagime të pamenduara. Nëse jeni në një lidhje do fillojë një etapë e re sot, por nuk do jetë aq e mirë sa që kishit menduar. Partneri do e ketë të vështirë t'ua shprehë ndjenjat dhe kjo mund t'ia acarojë dhe t'ia bëjë që të mendojë gjëra të paqëna. Ju beqarët do prisni që gjithçka t'ju ndryshojë si me magji, por në fakt nuk do ketë surpriza. Në punë do ju dalin goxha vështirësi dhe nuk do arrini dot atje ku e kishit planifikuar. As shefat nuk do i bini dot për t'ju pranuar kërkesën e bërë. Për fatin tuaj të mirë, financat do kenë goxha përmirësime dhe kjo do ju lejojë që të shpenzoni edhe më shumë. Akrepi. Sot planetet do sjellin ndryshime të mëdha për ju, do ndiheni më mirë dhe zemra do ju mbushet me optimizëm. Ndikimi shumë i madh i Plutonit do ju bëjë që ju të dashuruarit mos keni asnjë problem me partnerin. Dita do jetë euforike dhe rutina do të largohet. Herëherë do ndiheni të lumtur. Ju beqarët do ndikoheni pozitivisht nga Urani dhe mund të keni edhe takime që do lënë bresa tek ju. Në punë dëgjojeni shefat dhe mos bëni të kundërtat atyre që do ju kërkohen. Vetëm kështu do të ecni përpara. Do tregoni paksa indiferent me menaxhimin e financave dhe problemet do jenë edhe më të mëdha. Shigjetari. Ka mundësi që sot në shumë momente të ndjeni të mërzitur dhe të mos keni dëshirë për të bërë asgjë. Fatmirësisht planetet nuk do ju lënë në baltë dhe mund të ndryshojnë gjithçka. Ju të dashuruarit për një herë të vetme do e lini veten të lirë dhe do i shprehni ndjenjat tuaja pa menduar si do i marr partneri. Do keni edhe kurajo që të flisni shumë hapur. Ju beqarët ndërkaq do keni ndryshime dhe takime, por nuk duhet premtoni asgjë pa qenë të sigurt. Në punë, hapat që do hidhni mund të mos ju çojnë atje ku kishit menduar dhe në disa momente do ndjeheni vërtet keq. Nëse sapo keni filluar një punë të re, tashmë gjërat do ju ecin qetësisht. Në planin financiar do keni mundësi të mira për të përmirësuar buxhetin. Birciapi. Yjet do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do i merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruarit do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, fal sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotrojë gjatë gjithë kohës tensione dhe problemet. Shpesh do të gjendeni në utëkryqe. Me financat do jeni shumë praktik dhe do dini se si ta mbani gjendjen nën kontroll. Ujori. Nuk do jeni shumë të butë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të tregoni më të ashpër se sa duhet me personat që ju rrethojnë. Marrëdhënia me partnerin do të përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do u plotësoj të gjitha qejfet. Ju beqarë do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Në punë nuk do duroni dot që të tjerët t'ju thonë çfarë duhet të bëni dhe mund të debatoni me disa persona. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur syt nga buxheti që keni dhe kjo do i rrezikojë shumë financat. Peshqit. Në disa raste do ndjeni nën presion sot për të bërë më të mirën e mundshme. Mundet edhe të lodheni pak, por do arrini atë që dëshironi. Dita e sotme do të jetë më e favorshme për ju që ende nuk e keni gjetur shpirtin binjak. Do jeni tërheqës dhe magnet të vërtet. Askush nuk do kaloj pa i hedhur një herë syt nga ju. Jeta sentimentale për ju çifte do jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajeni këtë klimë. Jupiteri do ndikojë tek financat dhe do ju bëjë më të matur. Në punë keni për të përballur me sfida të forta, por asgjë nuk do ju duket e papërballueshme. Para se të bëni një shpenzim, duhet të bëni mirë llogarit. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën. Jemi rikthyer në studio dhe në këtë moment do të flasim për një shqiptare të suksesshme, për një shqiptare cila vetëm me një nga ato recetat që shqiptarët vdesin të konsumojnë, të paktën mëngjeset e tyre për byrekët,
Apo jo, më ne ham vetë byrek. Ne po prisnim sot bora që të hani byrek. Do ishte mëkat i madh nëse ajo do vinte me byrek se i ka ardhur byreku më i fundës, vallai. Ja, ne sot e kam pa byrek. Mirëmëngjes. Dhe faleminderit Sheri se ke ardhur nga Italia Kastile për ne. Faleminderit. Faleminderit juve, shumë faleminderit. Dhe ndërkohë ti ke pak emocione, por shëndet premtoj që do jetë njësoj si çdo bisedë tjetër në studio, shumë miqësore. Tani, shnet ti që the unë do krijoj byrekun, se byreku është ai gatimi që ndjell shqiptarët, i afron afër. Sepse ne si gjithmonë kur vim Shqipëri, Po? mëngjesa gdhin mëngjesit do shkojmë direkt e byrektoria. Po. Me pak lall. Edhe tham okej, nuk ka një byrektore në Firenze, Po? pse jo ta provojmë. Për sa kohë kishe ti që ishe në Firenze dhe pas e se duhet të kesh studiuar atë zonën aty ku jetoni? Atëherë, unë kam 18 vjetë që jam 18 vite. në Firenze. Fillim punoja te Gucci, fabrik, në portofola. Pastaj, buri nuk ishte mirë me shëndetin dhe mendum që bëjmë diçka më të thjeshtë. Tu desh të shkëputesh, pra. Edhe aty, avash, fillova pare se të hapnin dyqanin bëja një kurs të në Shqipëri. Edhe ja nisëm. Një kurs gatimi për të mësuar se si bëj byreku. Vetëm për byreqe. Wow. Se ka kurse vetëm për byreqet? Shumë interesante. Të nuk e di kemi që. Njoftëm njëra tu, Shqipëri. Nuk është receta e njëjtë që ne mësojmë, për shembull, apo ka diçka specifike? Atë që sigurt që hapësh diçka dhe je para në Itali, ishte mirë që të kisha edhe më shumë eksperiencë. Edhe ma të regon dhe një sekret, se jam kurioze, si del kjo peta ka që e shkrifët? Që s'është sfoliat. Pra. Sepse është shumë e gjatë, si ta shpjegosh. Si procedur. Si procedur, po. Por ja që ja rrita dhe unë mendoja si juve që do jetë vështirë, si nuk do e dalë dot. Po gjithsesi ti nga Italia u shkëpute për të bërë këtë kursin, li themi në Shqipëri? Erda mujtë e verës, po. Mujtë e verës, nejta këtu një 2 javë, edhe ja mora dorën goxha mirë. Po. Pastaj duke pa që puna rritej, fillimi ishte shumë i vështirë. Po ti e kishe pasion të ëndin, e kishe shumë qef që ta bëje këtë si gjë? Lindi kështu. Apo nga nevoja? Lindi nga nevoja që është neti i burrit. Edhe kunati imi ishte gjithkohës që hapni diçka se do jetë më mirë, e ishte shtysta që... Keni një biznes tuaj. Po fillimi që e hape si biznes, kthej që ishte shumë i vështirë. Ku ishte vështirësia kryesore? Në të bindurit e klientelës në base, apo? Atëherë, ideja që e menduam ishte shumë e bukur, por vështirësit pastaj gjatë kohës arriti kuptosh. Edhe se dinim a do kishim klientelën apo jo, sepse ne fillim mendum që ta hapim për buke, pizza... Për furë, më të gjërë. Produkte fure. Po së ndodhe ma të ëndrën që peti? O, mama mia. Atëherë, neve dyqanin e kemi hapë në tetor. Edhe në gusht do vinim Shqipëri. Në Korrik, nga që mendoja gjithmonë, si do qa do bëjmë, si do na heci, sepse e lam punën të 2 burë grupë për të hapë këtë gjë. Edhe natën se di se qa më zjoj, as vetë se kuptoja ishte ëndër, a më zjoj dikush, që do bëja byrek në dyqan. Edhe i them burit, Arti, se e kam në Arti, zjo se do të them diçka. Më thotaj, mes të gjumit. Ne këtë dyqani do bëjmë byreq. Po flejmë gjumë i kru, thotë. Në lemër të pojë. Si është ëndra, peshë po bëje ti byrek, apo të tha dikush? Edhe unë u zjova dhe thashtë unë do bëj byrek. Kaq. Ishte ishte tjeri. Po. Edhe buri po flej gjumë a gru se ora 2 natës ta, kur s'ka bo asë një shqiptar do me bo ty. Po, pra, kjo të nga s'me bë, kur s'ka bërë asë një shqiptar dhe i ta njësa vite ka këtu në Firenze, sepse da bështi. Po, edhe kjo unë... Mos rezikojmë biznesin, pra. Në vërtet. Edhe është, po pse jo, kjo thot jo, unë do të qoj deri në fund, se ishte një shenjë kjo. Po njerëzit që të vinin në fillim në dyqan, si arrinin që t'i bindjes?
që ata ta merrnin byrekun, pra se normalisht mund të shkonin drejt picës, për shembull. Po mjafton ta provojë njërë rej dhe Po aty është e hera parë, pra si ta bindesh për herën e parë që ta marrë. Pyetje që po më bën, sepse neve nuk e kishim shkujt as byrek jashtë. E kemi vendosur mbrapa. Fillimi ishte vështirë, nuk hynin asnjëri. Kishim vetëm disa punëtorë që sa herë vinë i falenderoj dhe respektoj më shumë nga gjithë. Edhe ishin ja 2 punëtorë që vinin çdo ditë hanin aty dhe njëri nga ato kishte TikTok. Edhe më thotë, dëgjoj, do ti thotë që të ketë sukses dyqani, bëj një video në këtu. Unë e dija që ishte TikTok-u, por nuk e dija që funksionon të aq shumë për... Kishte aq shumë influencë. Okej, thash, bëje. Ishte italian apo shqiptar? Shqiptar. Ja bën një video. E bëri me dashamirësi apo të kërkoj pagesë për këtë? Asgjë. Ishte një person që ante aty, është fantastik dhe falenderoj shumë. Pas ka të ngot gjatë dorë, pra. Bëri video. Të nesmen, veç kur erdhën njerëz, ju kemi pak e kjo faqa, ju kemi pak e faqa. Por i thash, prit një sekond, po pse mos ta hap një TikTok? Po. E hapëm dhe neve, pastaj na erdhi një këngëtar, Flori, na erdhi me një shokun e tij. Erë një djalë tjetër Denise që shiste makina dhe i na boni publicitet dhe i falenderoj pa mas. Dhe nga ajo ditë, fillum çdo ditë e më shumë. Qa i the burrit pastaj, që ishte shumë skeptik për këtë gjë të bësht ti byrek tani në mes të Italisë. Ndjehet vërtet shumë krenar që ja arritëm, se që një moment shumë i vështirë, sepse kur hapëm dyqanin, si që thash, lam punën, kishim afitin në shtëpisë, edhe këtu bom shpinë sepse ra tërmeti edhe donin bonin një shtëpi si që kishim ndërruar gjithmonë. Edhe çdo shpenzim që kishim për dyqanin dhe për shtëpi. Rrezikuat çdo gjë pra. Edhe ishte vërtet shumë e vështirë. Unë fal Zotit kam prindrit e mi që jetonin me mua. Edhe me dhanë një nim që bëshin shpeza, gjitha gjërat. Po, kur ti publikove këtë video, edhe njerëz të tjerë publikuan video, ishin shqiptarët klientët e parë që erdhën? Se jam kurioze të di si u të roqën italianët për të provuar byrekun. Atëherë, italianët fillun duke ardhë kur ne vum në xham byrek. Okej. Edhe kur hynin... E lanë kalconën, pizën, Po, s'kja shatën, i lanë të gjitha. E njihnin si tradit, apo thjesht doni ta provonin si gjë të re? Atëherë, kur u futëshim mrena, bon gjorë byrek, po e thonin aq bukur. Burek, po. Po, që më jepshin ide që ishin shqiptar. Se ka dhe shqiptar që vinë dhe flasin italisht, e kanë më të lehtë, normale. Edhe rria i shikoja, o këto shqiptara apo italiane, edhe nga qefi që më kishin gjetë byrek, flisëshim pastaj që kishim qenë Shqipëri, e kemi përvu, nga ka pëlqet, bravi që e keni hapur. Edhe kështu që heste fjalla dhe gjithë kohën ne kemi edhe italian. Ju keni ardhur gjatë gjithë kohës në rritje pra në biznes, po ambienti ka ngelur njëjti, e keni hapur më shumë, e keni zgjeruar mbasi? Për momentin, jemi aty, është i vogël pak si ambient, por shumë shpet, kemi nërmend diçka më të... Aktualisht, sa byreqe mund të shesësh në ditë? Atëherë, fati jonë që kemi marrë pak emër është sepse ne punojmë edhe për të tjerët. Vinë marrin byreqet e neve. Bëjmë furnizime. Kemi 3 bare, kemi... Biznesin shqiptar, apo dhe italiane? Shqiptar janë. Okej. Italian janë veç 2 hotele në Firenze. Kemi një furrë buke italian që ne marrim buken të ato, dhe ato marrin byreqet e neve. Kemi 3 bare, edhe një lokal tjetër në Pistoia. Super! Pra, ju keni filluar tashmë bëjnë edhe distributor, pra, për pjesën e byreqet. Dhe sa mund të prodhosh në ditë? Shumë. Me preferësi sa? Shumë janë, thush edhe i mjeca në ditë. Wow! Edhe ti thot marri byreka. Byreqin, wow. Që byreqis do marrë? Të të shpëtojmë nga byreku, po gjithsesi, je vetëm ti që bën byreqet për momentin, apo normalisht ke edhe ndihmëset e tua që... Atëherë, neve kur e hapëm me burrin, ishim veç ne 2. Duke e pa që puna po rritej, mendum që të marrim një nga Shqipëria. Por nuk ishta aq shumë e rritur puna sa që ne të përballonim edhe një punëtore. Edhe, okej, tham, e morëm, ishte pa dokumenta, e rregullu me dokumenta gjitha, edhe tani ndihma asaj, morëm një punëtore tjetër,
jam dhe unë gjithë kohën, edhe burri. Tani pyetja është kjo, a ja dorëzon ti njeriu recetën tënde për t'i bërë ata byreqet, apo çdo gjë e bën ti ato të ndihmojnë vetëm me proceset e fundit? Brumi njerëz. Dhe se pjesa recetës se pastaj ta marrin ta hapin vetë. Të bëjnë konkurrencë. Jo, e vërtet, por edhe ajo që kemi marrë me eksperiencë është brava edhe kam mësuar dhe shumë dhe nga jo edhe unë. Se nuk më mjafton. A ka një lloj diferencë për shembull është ndoshta bashkëshorti ose dikush pranë jush që e njeh cili është byreku yt edhe cili është byreku i ndihmëses? E bukur kjo. Jo, si kishim menduar që Bëj një Testoje burrin. Bëj një provë, ma du t'i bësh edhe një video ndërkohë, që a do t'a dalloj apo jo, dorën tënde. Po në shtëpi gatuan byrek? Atëherë, jo. Jo, po. Nuk kam gatu, Po i bën të puna dhe... E bëj të puna sepse është procedur shumë, edhe do venin e dur. Sa lloj byrek është me çfarë alternativash mund t'i keni? Atëherë, bëj me mish e qep, patate e qep, me spinaq dhe gjizë edhe me gjizë. Na iku tani, nëzi do flasim tani. Dhe ndërkohë me i kërkuari, kush është? Atëherë, që marrin gjizë, është më shumë me gjizë. Me gjizë. Pastaj ka dhe to me mish, po italianët duan me spinaq, se do të mbajnë pak vetën. Braco di ferro. E qartë. Do të mbajnë vetën, ha, brumi dhe të fletat spinashi. Dhe shikoj që ka format të ndryshme, është kjo tipit i rethanikut, por ka edhe gatimet të tjera. Shikoj të bukët me qofte. Po, kemi fillu dhe paninet me qofte. Sa të nduse që Dhe janë. shkojnë goxha mirë. Fantastike. Po produkte të tjera? Unë pashtë e dita më Trileqe, bështira. Trileqe, kemi baklava. Pastaj kemi produktet e Kosovës të gjitha. Të tipit? Suxhuk, djatnat, pijet, shumë gjëra, të gjitha ushqimorët e Kosovës. Interesant. Baklavan e të holni vetë të gjithë procesin? Shko qa baklava. Wow. E bën të gjithë Po janë procesin me vetë? porosi, apo... Po, edhe në porosi, por kemi që edhe shese me copa gjatë kohës në Po, kur i kërkojnë kështu me 1-2 për shumë. Porosit për baklavan janë më shumë nga shqiptarët që e njojnë, apo dhe italianët që mund të bëhen kurioz? Italianët një copë, 2 kështu për qef, po për ta shumë janë provuar. bërë për ato. Është traditë Sa kushton një byrek të këty? Allora, me gjitha të llogaritë që kemi bë, me shpenzime, gjitha gjërat që kemi, normale që është më shumë se këtu. Po, okej. Një me mish është 2,50 € dhe me gjizë 2 €. Okej. Por prapë, të tani ti ikën, merë 2 byreqe, të një dhallë mbarove punë. Jenë rregull. Ato që marrin keneve, më falë shpirt, i shesen edhe 4 € një byrek. Se barët i kanë akoma më shtrinjt. Edhe shesin goxha. Kene është më shumë me shumicë. Po, shumë interesant. Pra, ka familje që mund të vinë të marrin 10-15 Edhe 20-50. 20? Okej, shumë interesante. Po pasaj kemi edhe shumë nga largë që na vinë. Edhe e bukra është kur vinë edhe nga jashtë shtetit që nga Amerika, nga Franca që kanë rritë vidjen tonë. Edhe vinë edhe thome, kemi majtë vidjen aposta, ka sten që të vinë këtu ke juve, edhe duken nga sytë që janë të gëzuar kur hynë brenda dhe kuptohet që nuk janë të zonës të Ndërkohë ka radha këtë të presin të shkojnë Firenze që të provojnë byreku. Po, guarda, disa na ndihmon edhe na jep forcë që na ndjekin. Kush është orari i fluksit atje, që ka më shumë të njerëz? Atëherë, kemi gjithë kohën, por orari drekës është vërtet shumë. Mendova se do ishte mëngjesi. Po, në fakt edhe unë. Ndërkohë ke lajmëruar kolegët e tua të Guçit të vinë të hanë nga një byrek dhe pastaj të vazhdojnë punën? Vinë. Po, vinë, më vizitojnë, po, më vinë. Të hanë byrek shqiptare, shkojnë të Guçi, pastaj është fantastike. Do t'jetë super eksperiencë. No, shumë. Dhe bravo të qoftë, se ke arritur që të gjesh atë, ti e ke parë si thirrje, por ndoshta ky ka qenë çelësi i suksesit tuaj, që ti ishit ndryshe nga pjesa tjetër e të bërit buk, pizza, calzone, ose diçka alternative që italianët e njihnin shumë mirë. Pra të qenit autentik shqiptar, do thotë që ju bë diferencën dhe prandaj jeni të suksesshëm.
E vërtet. Tani kur vim në Firenze, do më thënë, mos kemi vera jeni të mirë pritur. Me shumë kënaqësi. Bogati byreku, kështu që do vim aty dhe do të të vim surprizë. marrim edhe me në orarin e fluksit do themi byreku. Do marrim telefon me mik. Isha do ju njohë sepse unë harroj shumë. Nuk ka problem ta kujtojmë ne të shketi. Pasit kujtojmë ne, po të shketi Vinë njerëz dhe thonë, po unë isha dje. Edhe i them, vërtet, vërtet se harroj. Se ka shumë. Po ka shumë edhe... Po normalisht e aqë shtyra sa shumë punë dhe sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Erdëm në studio dhe na ka ardhur në studio një kampion, sepse ne rrim veç me kampiona. Romeo Karapezi, mirë se erdhe, kënaqësi vjen. Ndryshe s'u rrim me neve. Po. Vjen si triumfues i çmimit të parë, kampioni absolut i Ballkanit në kampionatin ballkanik, që është mbajtur vetëm pak ditë më parë. Dhe çka është më rëndësishmja, ke fituar 3 gara në pak ditë, në 2 javë. Wow, më falë, si ja ke dalë? Po e ngjeshur me sukses e kjo? Po, shumë. Si ja kam dalë? Si ja ke dalë? Me shumë punë, them që mund të arrish gjithçka. Po, dhe sa punë të është dashur ty në sa vite? Tani, po të marrim historikun tim, nuk du që të demoralizohen shikuesit, sepse unë kam 19 vite që bëj bodybuilding. 19 vite. Po kjo këto janë çmimet e para që unë fitoj. Kështu që do thoja që mund të arrijë dhe më pak kohë se që kam arritur. Është e vështirë për një kampion si ty që të ketë kompeticione kaq afër me njëra tjetrën? Shumë e vështirë. Për mua ishte era parë që bëja 3 kompeticione njëra pas tjetrës. Ku konsiston vështirësia? E gjithë vështirësia është përqindja e ullët e dhjamit në trup, pra bodyfati ullët, sepse në ato momente trupin nuk do që tjetë në atë gjendje, dhe kështu që e kundërshton me gjithë forcat e ti, brendshme, biologjike, në mënyrë që ti të fillosh të ushqesh, të ullët, po thuaj se të gjithë funksionet e parëndësishme jetësore, i ullë, dhe të kërkon shumë sistemi ushqim gjatë gjithë kohës. E ndjesh i lodhur, i këpudur. Na trego pak, Romeo, kohën për para garave, atë letimi muajin e fundit për para garave. Muaj fundit për para garave nuk ka asnjë ndryshim nga muajt e tjerë, nga muaj 2 para gara, nga muaj 3. Sa muaj për para fillon ti? Përgatitjen që flasë Përgatitja është gjithë kohës, edhe sot që flasim, unë kam mbaruar garën në më pak se 1 javë më parë dhe përgatitjen për garën tjetër, po ndryshimi është te sasia ushqimit. Dita mbetet e njëjtë, ndryshon vetëm sasia ushqimit. Kur është ai momenti kyçi sasisë? Rreth 3 muaj përpara garën e fillojmë ulim sasinë e ushqimit, ulim kalorit, në mënyrë që fillojmë atë që kemi ndërtuar ta gdhëndim. Pra, gjitha të bodyfatin që është sipër muskujve, fillojmë ta zhveshim. Të duket edhe skalitja e trupit, pra, që të duken më pa muskujt. E qartë. Dhe çfarë duhet të hiqet nga regjimi jot, nga dita jote, nga ushqimi që një kampion konsumoj? Jam pak kështu që... Një drastik? Jo, thyerës mitesh, sepse shumica gjatë momentit dietës, gjatë momentit definicionit, të unifikimit, ndalojmë pothuajse çdo lloj ushqimi dhe mbetën vetëm me 5-6 lloj ushqimesh ndryshme. Unë konsumoj dhe jam partizani fort i kësaj gjëje, që të konsumoj çdo gjë që kam konsumuar edhe gjatë off-seasonit, që është ai sezoni i shtit masët, nuk po flasim për pica dhe burgerat. Flasim për ushqimin që na rrit masën muskulare, atë vazhdoj deri në fund, thjesht ul sasit, pra ul kalorit. Ja mund të na tregosh një ditë tëndën, për shembull, një ditë tëndën ushqimore, se si mund ta qëtimi konkret. Tregoj ditën e fundit fare që do habiten shumica e bodybuilderëve që do na dëgjojnë. Vez, në mëngjes, gjalp normal lope, gjalp kikiriku, urma arabie, moll, uj, krip, çdo gjë gjatë ditës fundit. Ai që merret me bodybuilding tani do jetë pak konfuz, thotë pse si ka mundësi. Kurse në një ditë normale pastaj gjatë dietës, sigurisht që janë këto ushqime, sasirat pastaj ndryshojnë nga dita në ditë, nuk është çdo ditë e njëjtë. A ke pasur gjatë kohës që ti ishe strikt me regjimin, ke pasur një ditë shidej që mund të haje në gjë që doje? Këtë përgatitje 13 javë nuk kam patur asnjë. Në 13 javë. Tani pas të... Po si e del? Kur kishe neps për ndonjë ushqim tëndin preferuar? Është shumë e thjeshtë. Nëse qëllimi është i qartë dhe i fortë në kokën tënde, dhe ti pretendon që triumfosh,
nuk ke fare dëshira, nepse. Absolutisht, e te këty qëllimi që ndronë mbi gjithçka në fakt, që... Për mua si person, po, unë jam dhe shumë autodidakt, jam person që të mgull shumë në ato që duhet arritë. E pra, do më thënë, ti e kupton vetë me trupin tënë se çfarë duhet, çfarë s'duhet, krijon ti një regjim tëndin për trupin tënë. Nuk ke një regjim të përcaktuar nga stafi jot, nga ata që kujdesen. Unë përgatitjen kam bërë vetë, kam qenë trajneri vetës, gjithashtu unë gjatë përgatitjes time kam përgatitur dhe gjithë djemt atletët e ekipit tim, ishim 7 atletë, kam përgatitur vetën dhe ata 6 tjerët, dhe ajo përcaktohet mos them çdo ditë për ta egzageruar, por çdo 3-4 ditë përcaktohet se si do jetë ushqimi për 3-4 ditë e tjera të ardhshme, duke parë se si përgjigjet trupi me ato kalori, me atë lloj servite, me atë minutazh kardio, pra janë shumë faktorë që futen loj. Që ndikojnë. Sa e rëndësishme është kardio në përgatitjen tënde personale? Varet nga shumë faktorë. Në përgatitjen tënde personale nuk është shumë e rëndësishme, sepse unë edhe gjatë atit momenti shtimit masës, body fatin, përqindjen e yndyrës trupore e mbaj tulët. Më do është ta ruash. Shumë nevojë për kardio gjatë momentet dhe këtë përgatitje në 13 javë kam bërë vetëm 5 ditë kardio nga 20 minuta. Gjë që po. Por jam shumë aktiv gjatë ditës. Kam atë daily steps goal, që është 10.000, pra 10.000 hapa i bëjë çdo ditë si do që tjetë. Por kjo ndryshon nga individi në individ, nuk është për gjithë e njëjtë. Pra ti nje metabolizmin tënd më së miri e di se si të veprosh. Po, dhe duke qenë që e bëj këtë gjë për një kohë kaq gjatë, metabolizmi im është me gjirë pak më të shpejta se tjerë punon gjatë gjithë. Romeo, si ka qenë në periudha kur ti nuk e kishe nisur stërvitjen intensive? Ka qenë një periudhë që ndoshta mund të kesh qenë mbi pesh, apo që abuzoje me ushqimin gjithë ditën? Po të kthehemi prapa në kohë, i bie në 2005-ën. Bëjmë një diskutim për 2005-ën, dhe nuk kam qenë pasiv, sepse kam qenë futbollist. Marrë me futboll, si gjithë të rinë të shqiptarët e saj kohë, më se vazhdojnë dhe tani. Disa vite e marrë me futboll, shumë aktiv, shumë person, asë njerë mbi pesh, kur trup i çrregull, kratë genetikisht gjithë jetën i kam pas si të fryra, dhe kjo më ka shtyrë për ta nisur bodybuilding. Por nuk mbaje këtë regjimin kaq strikt. Absolutisht, asë nuk ja kisha idenë se çfarë do thotë një regjim i tillë. Dhe kur ishte momenti për ta nisur? Thjesht dëshirë për të patur një trup bukur, më orientoj drejt palestrës. Regjistrova në palestrën, ato vite në Tiranë ishin shumë pak palestra, ishte sfidë në vetë të gjej një palestër të saktë. Regjistrova në palestrë dhe duke u njoh me palestrën, me ushtrimet, në atë periudhë edhe YouTube nuk ishte aq i famshëm. Dhe figurat në palestër të bodybuilderëve kanë qenë, ata me famë botërore, pra për trupa të bukur. Dhe për këtë arsye, duke parë këto posterat, fillova në YouTube t'i kërkoja dhe aty me njerë ishte si një klik, u dashurova me bodybuilding, thash, këtë du të bëj një jetë, nuk e di pse, por ishte një dashuri kështu me shikim parlet. Të ndryshoj jeta si e pe vetën, që nga i moment? Në ato momente s'mund të them që ndryshoj, sepse e ka thënë që filloi punove më shumë, që ndryshove rutinën tënde. Ishte qëllimi i qartë që unë duhet ta bëj këtë gjë, se si do e bëj, do e shohim gjatë rrugës, po unë do e bëj. Pra që në atë periudhë kam qenë shumë këmbgul. Kur ndave me shokët e tu, që ju the? S'm kuptonin. Përgatitjen e fillove në mënyrë autodidakte, e fillove duke u marrë vetë me veten tënde, apo gjete një profesionist të ndihmonte? Jo, në diku te 15 vite jam marrë vetë me veten time, kam pas ndihma të vogla në atë periudhë nga individ ndryshëm, sportist, bodybuilder, shqiptar apo kosovar, ndihma të ndryshme të vogla, por le të themi 95% kohës e kam bërë vetë, deri një moment që jam lidhur me disa trajnerë amerikanë, le të themi një nga 10 më të mirët në botë. Aty kam bërë atë kalimin në nivelin tjetër. Në njohuri, në mënyrën se si stërvitem, si ushqem, si duhet pushoj, si approach që kam drejt prepit, bodybuilding e tjerë, aty më ndryshoj. Si mendon ti që është qasja e bodybuilderave shqiptar me të diturit vërtet se si është puna pra në bodybuilding, se si është qasja dhe njohja e trupit? Pa qenë ofendues, do të thëjë që shumë pak bodybuilder shqiptar e din realisht se si duhet tjetë një fazë përgatitorë për gara, apo një fazë përgatitorë për shtim masë muskulare. Shumica orientohen që gjatë momentit shtimit masë muskulare të konsumojnë shumë kalori edhe nga ushqime që ne i quajmë junk food në anglisht, dhe disi quajnë shqip. Dhe kjo i bën që thjeshtojmë pesh. Pra, unë personalisht nuk kënaqem duke parë peshorin që shkon lart,
Përknaqem duke parë peshoren dhe imazhin që kam, do të thënë formë fizike në pasqyrë. Pra do të keni një koordinimi. Patjetër. Dhe do thoya që shumë pak bodybuilder e bëjnë siç duhet. Ka, që e bëjnë, nuk jam unë i vetmi, patjetër që po, por janë pak në numër. Dhe këtë duhet i bëjmë thirrje që të kenë kujdes, të ushqimit të kenë shumë kujdes, ushqimi është shumë rëndësishme. Po të shtesat ushqimore ndoshta, suplemente, përdorimi proteinave? Patjetër, këmbgulës të suplementet, jo vetëm sepse kam një biznes suplementesh, por suplementet janë pjesë e rëndësishme e një sportisti, jo vetëm bodybuilderi. Çdo lloj sporti, çdo lloj disipline. Nga vetë emri janë suplemente, shtesa ushqimore për të plotësuar ato mangësitë që ne nuk i plotësojmë dot nga dieta ushqimore. Kur flasim për suplemente, Romeo, çfarë suplementesh janë base që në përditshmëri, qoftë ata që merren me sport, qoftë ata që nuk merren me sport, po e kanë për hobi ose pasion të tyre, mundet mbase këto suplemente i përdoren. Disa që nuk janë të njohur atë masivisht. Unë i ndaj në dy grupime, esenciale dhe jo esenciale suplementet. Pra esencialet janë proteina whey, që do thot, duhet me patjetër, sepse nuk e plotëson dot proteinë nga ushqimi, ose mund t'jesh një tip si unë që konsumon shumë ves, shumë mish dhe prap konsumoj proteinë nga ushqimi, multivitamina, për këtë do, unë gjithve i bëj një krahasim, i them që ja jap dhe babait tim të shtëpia, që do thot ai smerret me sport në këtë moshë, por e ka Pra, vitamine komplekse, pra. Po, që janë mikronutrient, vitamina minerale. Ato nuk i plotësojmë dot nga ushqimi as unë që kujdes në ushqim. Të janë dy kryesorët, pastaj mund t'i shtojmë në një grupim tjetër më pak kryesor, aminoacide, kreatin. Kreatina unë do thoya kryesore, po... Po kreatina ka këto mitet, Romeo, që përdori vetëm 3 muaj. Edhe pastaj duhet bësh 3 muaj pushim. Është e vërtet kjo gjë, apo mund të përdoret? Gjithë jetën, çdo ditë jetës tënde në dozën 5 gram dhe rëndësishme është mos ta ndash asnjë ditë. Ta kesh çdo ditë. Nuk ka si lloj probleme. Po nëse ke pushime, mund ta marrësh, s'ka asnjë problem. Edhe në mund ta ndërpresësh nëse ti je një moment pasiv në stërvitje, nuk je aktiv. Çfarë ndodh, Romeo, në momentet që ti nuk je në gjendje të mirë shëndetësore, që mund të jesh me temperaturë, e bën skip në një ditë palestrën? Flas në gjendje që ti je para garës, se e di që ju e sforconi veten. Unë jo. Mira do ishte që po. Dhe ja them gjatë gjithë kohës vetes, por e justifikoj me atë mendimin, po shkoj të bëjmë më pak se herë tjera. Por gjithmonë përfundon duke bërë një sër. Nuk ndryshon kur. Pra, edhe ju keni momentet tuaj që mund të sëmuren në jeni pa shef. Duke sigur keni fuqi të plot që nuk ju zë gjë. Po pse çfarë ndodh po e një ditë për shembull? Çfarë ndodh nëse nuk shkon një ditë? Do thoya asgjë. Jo nga trupi asgjë, psikologjikisht mund ndodhi diçka. Se ndihemi fajtor. Kurse fizikisht asgjë. Një ditë asgjë. Dhe po e la, do e kompensoni pastaj ditën tjetër. Edhe po se kompensove, nuk kam. Ç'mendon familja jote për rutinën tënde? Janë shumë supportues, sepse ose mbase nga që jam mësuar me këtë gjë, u bën shumë. Në fillime ishin po njësoj, apo ishin pas skeptik? Kanë qenë hapat e mi të parë, kanë qenë shumë supportues. Kush t'i përgatit ty vaktet? Ka përshtypje nuk ka gjithë familja? Unë ditë gatu edhe vetë. Zgjidhur. Por nuk i përgatit gjithmonë vetë. Se edhe efekti kohë është më problem ditë e sotme. Jam shumë aktiv me punë, me biznesin, me sportin, ekipin që kam të sportistëve. A është një sport që kushton, sepse që nga regjimi ushqimor duhet patjetër që ti të përzgjedhësh produktet më të mira, sasinë e tyre? Do thoya që mund gjesh edhe një mënyrë që ta bësh me buxhet më të ulët. Është sport i kushtueshëm, patjetër, por mund ta bësh edhe në buxhet të ulët. Ose le të bëjmë një krahasim thjesht nëse doni. Marrim një krahasim, nëse një individ do dalim mëngjes, do niset për punë. Ku e ka ushqimin? S'ka ushqime vete. Çfarë do thotë kjo? Që do përsërisë jashtë. Po çfarë do thotë jashtë? Për 7000 lekë një vak do të kushtoj apo jo? Po, unë 7000 lekë mund i bëj dietën dikujt gjithë kosën e dietës ditore. Për dikë që punon zyrë, që s'ka nevojë për proteinë. Pra nuk është justifikim kjo që është shtrenjtë edhe nuk kam lekë ta bëj. Pastaj mos futemi te duhani, te ato pijet me gaz që gjithë janë kostot. Ajo shtaçja bëhet 17 në fund ditës. Ndërkohë që po di kishin edhe dëmet që të shkakton. Patjetër, mos ta marrim konsideratat. Njerëzit duke mendojnë një herë që dietat, se kur e shesit çmim dietën, në fakt mujore që mundet
në çfarë do lloj mënyre ti ta konsumosh atë dietën, ndonjëherë mendon sikur është shumë, por në fakt ti gjatë ditës harxhon më shumë se aq. Po, patjetër. Mund ta bësh low cost, unë nuk e bëj low cost, e bëj pak më të avancuar sepse duke qenë që jam gjatë gjithë kohës në dietë, si themi, gjatë gjithë kohës për shkak sportit, kam ato nefset dhe nuk mund ta vetëm pul apo vezë, do ndryshoj peshk, salmon etj që janë pak më të kushtueshme, por gjet një zgjidhje gjithmonë. Po ëmbëlsira hani ju? Kështu, për dëshirë. Po. Për neps, për shembull. Për neps. Pas garave, për shembull. Pas garave, them drejtën, kësaj radhe nuk e di pse, ose mbase jam dehur kështu nga suksesi, psikologjikisht, dhe kam i vullnet shumë fort, dhe nuk kam ngrënë asnjë ëmbëlsirë deri tani. Okej. E them një copë vogël, se mbaj mend çfarë ishte, kam ngrënë një copë vogël, po aq, nuk s'kam pas neps. Nuk e di pse. Ua, po herë të tjera. Herë tjera po, abuzim. Ashtu, Pas gare po, ka qenë abuzim. Çfarë abuzimesh për shembull? Çfarë quan ti abuzim? Për shembull. Një copë kaq. Një copë aq 30 herë, po. Po mirë, ja vlen. Domethënë kam përshtypjen pas gare mund të kesh një oreks të çmendur, ëh? Ekstrem, shumë. Pastaj je dhe i lirshëm. Kequr dhe stresin. Po, qëllimi u përmbush. Një gara tjetër mbas një viti, çfarë impakti do kemë nëse i plotësoj. Se është ideja, kanë mungu kaq shumë kohë dhe mund të kesh 1 ose 2 ditë në trurin tënd i lejon vetes lirshmëri dhe mendon që për këto 1 ose 2 ditë ti konsumosh gjitha çka ke pas. Çfarë ke ngrënë një gjë që për shembull edhe vetëm pastaj kur e mendon të ka bërë përshtypje, si ka mundësi? 96 sushi, 71 ishin para 3 ditësh, po kështu rekordi ka qenë 96. 96 sushi, Romeo? 96 sushi. Wow, e thënë ai ka qenë rekord. Kurse para disa ditësh ti që nga klienti i preferuar aty, që e ke mjeshtur. Unë jam i pa preferuari. Po, njërë në kaq. E qartë. Dhe pastaj nga ëmbëlsirat, nuk e di, kam bërë kështu luhatet mëdha, tip abuzimesh. Po jo shumë shpesh, them drejtën. Këto që themi ndodhin shumë rrallë. Po tek pjesa një herë në vit. Është e qartë, prandaj të pyeta. Burgerat tek sufllaqet ose burgerat janë në preferuara ime, pica jo. Te burgerat. Po te burgerat çfarë rekordi mund të kesh për shkak? 6 burgera. 6 burgera, wow. Por që nuk jam krenar. Po ti që ke kampion gjithandej. Kampion në sushi, kampion nuk e di domethënë. Fantastike. Ty e ke vetëm rekorde. I radhës cili do të jetë? Deri diku, jo. I radhës jo te ushqimi, flasim. Në sport. Okej, në sport, po, dhe kjo e lidhej dhe me ushqimin, që synimi është për titullin e kampionit absolut në Europian. Për vitin tjetër. Vitin tjetër. Dhe kur do të nisi përgatitja? Ka nisur. Ka nisur. Pas 71 sushive, ka nisur. Dhe nesër më nisur. Merrni ndonjë shpërblim juve te këto kampionatet që fitoni, apo thjesht mjafton pasioni? Ligji e ka parashikuar që kampioni, vetëm kampioni, vendi parë, medalisti, medaljarit, në Ballkanik shpërblet me 10 milion lekë vjetra. Gjë që nuk e di a do i marrë, nuk jam shumë i sigurt, siç ndodh në Shqipëri, e them këtu publikisht. Ti kam. Po, në ketë kam, po të pak më japin e gjë tjetër. E qartë. Nuk e di, unë po e përgatis procedurën. Ne shpresojmë që të thyen këto pritshmëritë. Isha dhe te zoti Fidel Ylli, folëm mbi këtë temë, mora edhe një certifikat mirënjohje. Ai është shumë optimist, sepse ligji është, fondet janë, thjesht duhet gjeren pra, edhe shpërblet. Ndodhe rëndom këtu në Shqipëri. Po, shpërblet. Deri në sot s'ka marrë asnjë lekë nga sport. Kur. Dhe që duhet kishte marrë do gjapra deri tani. Kur. Po shpërblet. Dhe ashtu se e bërë si kampion, duhet patjetër që ti kishe rëndësi ka Romeo pjesëmarrje, ëh? Paktën kështu ngel. Po kjo është për të ardhur keq për sportistët, sepse ndoshta ti mund të jesh mësuar dhe thuaj që kam edhe atë biznesin, mundohem të koordinoj jetën time, po ndoshta për të rinj që kanë pasion dhe ëndër që të bëhen një ditë kampion si puna jote, mund të jetë pak pezmatuese si gjë. Patjetër, po ne shiko, ky është sport aq i vështirë, saqë askush nuk e bën përpara. Nuk niset me atë qëllim. Po të niset me atë qëllim do e lëri rrugës, thotë s'ka gjë, do i bëj parat në mënyra të tjera dhe e le. Do e qi dorë. Unë nisem vetëm për pasionin dhe pasionin mban gjallë, pastaj është dhe ajo dëshira, egoja maskullore që të triumfosh mbi të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme. Aq më tepër kur e ke bërë këtë gjë për 19 vite, 20 vite dhe të konsiderojnë si një nga më të mirët ose më të mirin, një farë mënyrë ke peshë mbi supë, duhet ta vërtetosh. Ke atë përgjegjësim pra. Okej, hajde, jam më i miri, ku jam më i miri te lagja?
Dile atje. Kush është njeriu i parë që të uron ty kur ti ke një fitore? Sidomos një herë të një fitore e tillë, kush është personi i parë që të ka uruar? Pa tjetër që mamaja. Është suportuesja më e madhe, ajo është, le të themi, e çmendur, po në këtë rast ishin pjesëtarët e ekipit, shokët e mi, miqtë e mi, sepse ndodheshim gjithë bashkë, garuam gjithë bashkë. Por jetia ishe i bën telefonin e parë, nështë familjarve? Po. Në atë rast, po, sepse ishim jashtë Shqipëri. Por e më Shqipëri, ato ndodhen sallë dhe madje këtë një javë para kampionatit ballkanik fitova absolutin në Shqipëri, absolutin kombëtar, dhe babaju ngjitë në skenë në moment që po më jepnin çmimin për të ndërnë atë urimin e parë, ishte shumë emocionuar. Ndërkohë që jam shumë i sigurt dhe atje, po të ishte do kishte bërë të gjë. Fantastike. Edhe krenarit dhe emocion, pa diskutim. Dhe ti do t'i mbushësh ata me këto emocione gjatë gjithë kohës, sepse priten shumë rrëmbime të çmimit e kampionit aty. Dhe pas sa më shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Okej, ikim reklama, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer, jemi në studio. E ku do shkojmë, thoni juve? Jemi sy e vesh në fakt brenda televizionit do jetë. Me një nga gocat, një ndër gocat më të mira që ka ky televizion, ajo është artiste, ne kemi pasur edhe në studio për profilin e saj, pastaj edhe bashkë me kolegin e saj me Delinda Dishën, por këtë herë ajo në një intervistë me Rominën shfaqet krejt ndryshe. Sepse ka bërë një rikthim si mami. Po, si një mami e re, një vajze me emrin Lore Mar. Dhe një fakt interesant që unë po ja u them tani, për emrin Lore është frymzuar nga këngëtarja. Lore. Ka dëgjuar aty, Lore, dhe pjesën tjetër e shpjegon vetë Franci. Po, Franci na ka rrëfyer gjitha emocionet e saj, që nga procesi i shtatzanis, procesi i lindjes, tek emocionet e para të mbajtjes së bebit, edhe marrëdhënien që ajo ka tani edhe me familjarët e tjerë dhe me familjen e saj të vogël, dhe këto ngacmimet e vogla, nepsi shtatzanis, sa diu nepsi shtatzanis vazhdon edhe më vonë, Bora, apo jo? Po vazhdon për sa kota duash. Po deshe. Do mos burri për shkakun, mund të ketë shumë. Po. Të përkëdhelin gjithë kohës. Franci ka hapur zemrën, i ka rrëfyer të gjitha, edhe ju ftoj që ta shijoni mbi të gjitha e rrëfimin e saj për rikthimin në punë pas 2 javësh. Është kritikuar për këtë gjë, por është vendimi i saj dhe shpjegon me detaje se përse ka zgjedhur që të lër vajzën një pjesë të vogël të kohës edhe të t'i dedikohet punës. Me shumë dashuri te Franci, më pas reklama hapësirë e kuzhinës dhe patshë një fundjavë të bukur. Pafshim. Kalofshi bukur. Ritakojemi me Francin ton të gjadave, kësaj herë si një mami. Kënaqësi që të takoj këtu, se kështu jemi takuar, i kemi bërë dhe qokat, po të uroj edhe këtu rime për bebin, për Lore Mar, gocën e po. Po, faleminderit shumë. Është vërtet një takim ndryshe tani, mos prit bëj batuta siç kam bërë, tani jam gocë serioze. Ke ndryshuar, domethënë, prandaj s'më ke folur korridoreve këtu. Po ti mos tregot që si është Franci tashmë si nën, sa të ka ndryshuar jeta? 100%. Që tek rutina, që është gjëja më e zakontë që ndryshon me ardhjen e një fëmije, dhe pastaj komplet vetja jote. I shikoj gjërat ndryshe, po sigurisht nga një optik më optimiste, më bukur. Jam në atë fazën që po e shijoj gjën, edhe që jam shumë e kënaqur për këtë ndryshim të jetës time. E prisja të ishte kështu, se zakonisht gocat sikur e projektojnë edhe atë momentin që do të mbajnë fëmijën në krah. Nuk e di, ndoshta që te fytyra e prisja të ishte ashtu, se dëgjoj të shoqet mia që thonë ishte fiks siç e imagjinoja. Atë ka ndodhur kështu? Fiks siç e imagjinoja dhe fiks siç e kisha kërkuar. Unë bëj shaka her pas here se them duket sikur e vizatova, sikur e projektova, sepse në kohën që isha shtatzan thoja dua që të marrë sytë bashortit në kuptimin e formës, dua ngjyrën e syve të babit tim, dua hundën ta ketë të vjerrës, e kështu e kisha bërë një miksun, dhe në fakt Lore Mari ka të gjitha siç i kam kërkuar, përveç ngjyrës të syve që
duhet kaloj pak kohë për të kuptuar kush do jetë ajo përfundimtarja, është fiks si që kam kërkuar dhe kur është fiks si që ke kërkuar, është edhe fiks si që ke imagjinuar. Dhe që në momentin e parë që e kam marrë që ma kanë vendosur në gjë, më dukej sikur e njihja, sikur ishte nuk ishte takimi jonë i parë, kështu më dukej. Sa momente të bukura. Si ka qenë i gjithë procesi, se ti ke qenë në punë, unë të kam parë në MCN, në punë, deri në momentet të fundit, javët e fundit para shtatzënisë. Si ka qenë për ty? Po, nuk ka qenë shumë e vështirë. E di që pritet një përgjigje tjetër që isha duke vdekur, jo, fare. Ka qenë shumë mirë, më bëj një punë që nuk është shumë e lodhshme, kam pasur gjithë mirë kuptimin edhe mbështetjen për krajen, po dhe ndihmën e kolegëve dhe gjithë stafit këtu, kështu që për mua nuk ka qenë fort e vështirë. Thjesht unë mora lej 2 javë përpara, atëherë kur hyra në ditët e mia që unë mund të lindja, 2 javë përpara, do të thënë 1 muaj përpara, po Loremar erdhi mbas 2 javësh. Dhe nuk ka qenë e vështirë. Kam qenë mirë, domethënë dhe duhej ta bëja. Nëse do të isha në shtëpi të qëndroja me atë ankthin e pritjes edhe të shtyrit të ditëve, mendoj që do kishte qenë më e vështirë se sa fakti që zgjodha të punoja deri në moment të fundit. Ka qenë i tillë përjetimi anksios për një nën të re që pret, një vajzë të re që të bëhet nën, a e mendoje si do të ishte, a kisha ato frikëret e tua? Po, thua për lindjen, për që, po. Në fillim, isha shumë e qetë dhe shumë sportive. Pastaj erdhi një fazë afër fundit, afër muajit fundit, që fillova që të kisha pak frikë, fillova që bëbo si të ta bëj, sepse unë kam patur një shtatzani shumë të qetë deri në muajin e fundit. Në muajin e fundit filloja fryrja e këmbëve ekstreme dhe probleme të tjera, dhe po më dukej sikur do t'ja dilja dot që ta lindja vetë, sepse unë lindta në mënyrë natyrale, nuk kisha projektuar një operacion. Ishte zgjedhja jote? Po, ishte zgjedhja ime. Mendova që ta zgjedhi bebi vetë, nëse do donte të lindte vetë dhe mund të lindte, do ta bëja vetë. Përndryshe, asnjë problem edhe nëse do t'i shkoja operacionit. Por në momentin e fundit fillova që të kisha frikë ja dilja dot që ta bëja dot vetë, sepse duke lexuar për gjitha simptomat që kisha, thonin lexoja që mund të jetë problem, mund mos na bësh dot vetë kështu, dhe fillova u tromba. Por në ditët e fundit, kur ti e ndjen që është ai momenti që po afrohet dhe që ti do lindesh, të ikin edhe frikrat. Nuk e di pse, po duket sikur je shumë gati dhe sikur me zor pret atë momentin e takimit dhe orienton atje vëmendjen dhe as pak të frika ose të si do ndodh procesi. Bashkëshorti ka asistuar në sallë, ka qenë aty? Jo. E para, unë kam lindur në maternitet shtetëror për shkak të bindjeve të mia dhe nuk lejohet që të jetë bashkëshorti në sallë, sepse mund të ketë gra të tjera që janë në të njëjtin moment duke lindur, kështu që nuk lejohet, po dhe sikur të lejoheshe, Marceli nuk më shikon dot kur marr analizat. Binte aty të fikte aty. Po, e sigurt. E sigurt. Megjithatë ti e mban mendje një eksperiencë të bukur, jo aq ku di unë, le të themi tronditse apo traumatike për ty. Nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Unë përpiqesha të lexoja ose të dëgjoja video që flisnin për eksperiencat e lindjes, se si ta bëja më të thjeshtë, dhe them të drejtën më kanë ndihmuar shumë. Ka qenë një proces që le të themi e menaxhova mirë për shkak të informacionit që kisha marrë më përpara dhe nuk ka qenë traumatike. Për mua më shumë traumatike ishte rikuperimi mbrapa. Atë kisha më problem se sa pjesën e lindjes. Për lindje ishte një gjë sigurisht, s'mund të them që ishte rehat, s'po pija kafe, por nuk ishte aq shumë vështirë sa të ngelej traumë. Të shoh shumë të rikuperuar, dukesh super në formë, nuk ke fare bark, nuk dukesh fare. Nuk e di, e ke përjetuar këtë ndryshim të vetja sa do të vogël që ti e vëre, po njerëzit nuk e vëre. Po të filloj të tregoj përjetimin tim në këtë aspekt, do duket si klishe, sikur fjalë të bukura që duhet t'i themi në televizor për të motivuar të tjerët.
por mua më pëlqen ndryshimi i trupit për keq. Do të thënë edhe ato kilet që mund të kenë ngelur, se unë jam 7 kg plus, pavarësisht se mbase nuk duke, ose shenja ose gjëra të tjera, për mua janë krenaria e treguarit që unë jam një nënë e re, sapo kam sjell një beb në jetë, dhe se kam fare problem, madje përkundra, si më pëlqejnë edhe thash, ndjem që të shkojnë, të kanë dhënë nur. Por nur më. Jo, është vërtet, ne të shifnim koridoreve dhe gjatë kohës së shtatzanisë dhe thoshim, Franci, ti ke marrë një super nur që të kanë ndjekur edhe tani pas lindjes. Ke pas ato merakun e si do të përkujdeseshe, a doja dile do të përkujdeseshe vetëm për vajzën, apo të kanë ndihmuar ndonjë familjar? Është merak që unë kam akoma. Më thënë, unë nëse ngelen vetëm me Loremar, mua fillon më çrregullohen rajet e zemrës, por unë kam ndihmën e vjerrës time, të cilën gjej rastin ta falenderoj nëpërmjet kësaj interviste. Jam shumë mirënjohëse për sakrificën që ajo bëri, sepse që unë të mos lija punën dhe të ndërprisja për një farë kohë angazhimet e mia, e la ajo punën. Dhe është ajo që kujdeset për Loremar dhe kur unë nuk jam që jam rikthyer në punë, po edhe gjatë kohës që unë jam në shtëpi, ajo është një ndihmë shumë e madhe. Është për xheloze mami jot në këtë rast? Jo, mami im, duke qenë e pamundur vetë për ta bërë këtë gjë, është dhe ajo shumë mirënjohëse për nënën e bashortit tim. E di pse të pyes, se kam dëgjuar zakonisht do histori vajzash që zihet vjera me mamin se kush do ta mbaj, kujt ja la. Jo, fare, jo. Kanë ndarë detyrë. Po kanë të dyja natyrë shumë të butë, natyrë janë të dyja shumë të qeta dhe nuk kanë fare kështu ambicie. Të ke fundit qef të kena, po jo? Pa tjetër. Po bashkëshorti është nga ata tipat që përkujdeset për vajzën edhe për ta pastruar, për ta larë, për t'i ndruar dhe pelena? Po, Marceli madje ka qenë më gati se sa unë, ka qenë më iniciator se sa unë, ndërkohë që mua më dridheshin duart ato ditët e para, Marceli e kishte shumë kollaj, e bën me dëshirë, sepse duke qenë se punon 2 punë dhe është shumicën e kohës jashtë, momentin që vjen në shtëpi përpiqet që të jetë shumë prezent për vajzën, duke e mbajtur, duke e ndruar, duke kaluar kohë. Që ajo ta njohi dhe aromën e babit. Tjetër. Si kanë qenë ato shëtitjet e para? Nuk e di sa kohë, sa ditë janë dashur që ti të rikuperosh veten dhe të fillosh të bësh xhirot e para me vajzën, me familjen tuaj të vogël? Shumë ditë, domethënë unë erdha në punë 2 javë mbas lindjes, po ajo ishte e vetmja lëvizje që unë bëja. Kur kthehesha në shtëpi, mbyllesha. Mund të them që 1 javë më përpara kanë filluar ato daljet tona të para, edhe është bukur, është ndryshe, e shijoj shumë, pavarësisht se vetë kam frikë. Ta marr karrocën vetë tek pulla dhe të dalëm për rrugët e Tiranës, kam frikë. Shpejt herë, duhet pak suport. Po. Më thej që i rikthyer vetëm 2 javë pas lindjes në punë. Pse ky vendim? Ishte çështje profesionale apo thjesht doje të ndiheshe që po mund t'i bësh? Një vajzë mund ta bëjë edhe profesionin, mund ta bëjë edhe të jetë një nënë e përkushtuar, por mund t'ia dalin në të gjitha gjërat. Padyshim që një vajzë mundet. Unë erdha 2 javë pas lindjes sepse sigurisht në marrin përgjegjësi gjatë jetës dhe përgjegjësia ime është të realizoj emisionin në kuptimin profesional, është kjo përgjegjësi. Dhe përderisa unë mund të vija dhe mund ta bëja, unë përgjigjem edhe për atë që kam marrë përsipër. Ndërsa për pjesën a duhet dhe a mundet një vajzë që t'i bëj të gjitha, ne jemi koshient që rrethanat përcaktojnë edhe zgjedhjet tona. Sado që unë të doja të kaloja 24 orë kohën me gocën, këtu duhet bërë një emision dhe nëse nuk do isha unë, do gjendej një vajzë tjetër, pa diskutim, sepse është një emision që nuk bëhet vetëm. Dhe për aq kohë sa kolegja ime ka bërë vetëm, unë falenderoj shumë, edhe e di që ka qenë e vështirë, pa diskutim, sepse është emision që do dialog, nuk bëhet vetëm pa diskutim. Kështu që unë duke e ditur shumë mirë këtë dhe duke vënë veten në pozicionin e koleges time, vendosa që të kthehem në punë për aq kohë sa unë kam ndihmën dhe kam mundësinë që dikush tjetër të kujdeset për Loremarin dhe të kujdeset mirë, si një gjyshe për fëmijën, jo një dado, po themi që pa diskutim dhe dadot janë shumë të mira. Unë jam shumë e lumtur se gjën të duhur. Po, kështu që ishte një vendim që
edhe duhej marë, po edhe vendosa unë që t'ishte kështu, sepse Romina, unë mendoj që jeta nuk ndalon kur bëhesh nën, por jeta fillon më fort kur bëhesh nën, sepse ti je shembulli edhe si profesioniste, edhe si grua, edhe si prind, edhe si vajzë, si femër, si gjini. Kështu që Të ka penguar puna që të kalosh më shumë kohë me vajzën, ta njohësh më shumë, ndoshta ti njohësh të gjitha ato sjelljet e vogla që ajo mund të ketë. Unë flasë edhe nga eksperienca e shoqeve të mia që thonë që unë nuk shkëputem dot nga vajza. Si ka qenë për ty shkëputja e parë, dita e parë që u ndave? Dita e parë ka qenë e tmerrshme, me lot, kuptohet. Unë edhe sot nuk është se jam më përqendruar 100% sepse kuptohet që një sy e kam te kamera gjatë emisionit, një sy e kam te telefoni, mos më vjen një mesazh po qan ose një pyetje nga gjyshja e saj që kujdeset për të, por sigurisht që ja dal, sepse unë nuk është se punoj 8 orë ose 10 orë si disa profesionet tjera. Është një shkëputje shumë e shkurtër që unë jam përpjekur që ta reduktoj çdo minutë që mundem që ta bëj minus, pra grimohem vetë në shtëpi që mos marr kohën e grimit, edhe në limit jap gocës për të pirë, pra e ushqej, nisem për në punë, vigjeroj dhe prap sa po mbaroj emisionin nisem për në shtëpi. E lë në gjumë, e gjej në gjumë. Pra, për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, a mendoj unë që kam humbur kohë me vajzën? Jo, sepse është fiksa ai orari që bebi fle më gjatë. Kështu që unë nuk ndjej që kam humbur diçka, kam humbur vetëm ta shikoj kur fle. Por jo diçka tjetër. Pjesën tjetër unë jam me të, fundjavën jam me të. Lavdi Zotit, ne fundjavat i kemi pak më gjata se sa të tjerët. Punojmë gjatë javës më shumë, apo jo? Shiko, flitet shpesh për këtë depresionin pas lindjes. Ka vajza që vërtet nëna të reja që e përjetojnë shumë keq, dhe ti nuk e shoh fare. Ndoshta besoj që ndoshta të ka ndihmuar dhe fakti që ti je rikthyer rutinës tënde shumë shpejt. S'ka qenë për ty pjesa emocionale e gjithë gjës? Siç po flisnim kur kamera nuk ishte e ndezur, Romina, unë mendoj që kur je gati për një lindje, më lehtë i kalon dhe këtë gjë. Pra nuk mendoj që është vetëm pjesa e të kthyerit në punë apo të vazhduarit aktivitetet e tjera, por unë e dija çfarë më priste që kur vendosa që të konceptoj një fëmijë. Kështu që e dija çfarë më priste dhe isha gati. Dhe për faktin që siç e thash pak më përpara, nuk kam patur ndonjë lindje traumatike, sepse këto gjëra përcaktojnë edhe sa e vështirë ose e lehtë ka qenë lindja. Po edhe rutina më pas. Po edhe patjetër, unë kam shumë ndihmë nga vjera ime, dhe në momentin që mua nuk më duhet që kur jam me vajzën të kujdesem për larjen e enëve, larjen e rrobave ose diçka tjetër, sepse gratë mbi ngarkohen, kur bëhen nëna mbi ngarkohen, se duhet jenë dhe bashorte, duhet jenë edhe anvisa, duhet jenë dhe nëna e tjerë. Unë, kur jam me vajzën, jam vetëm nëna. Dhe kur jam larg vajzës, jam Francesca, që për momentin jam vetëm profesionistja, se shoqja ose ndonjë gjë tjetër nuk i jam rikthyer akoma asaj jetës tjetër. Por që mendoj që kjo është fakti që unë nuk po e kaloj keq, ose që pas lindja ka qenë ose duket sikur ka qenë e lehtë për mua, sepse nuk më duhet që ta mbingarkoj veten me shumë mendime ose shumë përgjegjësi të tjera. Ndërkohë, gjatë shtatëzanisë, ke pasur ndonjë kërkesë kështu të veçantë që ndoshta ty tani të mungon ajo përkëdhelja, ajo plotësimi i gjithave dëshira që ke pasur, apo vazhdon njësoj? Vazhdon, për hir të së vërtetës, për aq përfitoni çik më shumë. Për aq kohë sa unë do ushqej me gjithë do vazhdoj. Do ta mbaj gjatë. Po, ja, unë bashortin e kam natyrë që i pëlqen ti përkëdheli vajzat. Qoftë mua, qoftë nënën e tij, qoftë vajzën që kemi lindur, kështu që ai është natyrë delikate me gratë dhe mua nuk më ka munguar përkëdhelja dhe përkujdesja as përpara shtatëzanisë. Ndonjë kërkesë për shembull dua thana mes djetorit ose ku diun ndonjë gjë tipike. Po, kam patur, pati një periudhë që më haqin vetëm ushqime që i kam ngrënë kur kam qenë e vogël, pra të tipit trahana. Isha fiksuar me trahanan, po keq fare. Pas ke qenë e lirë.
Po jo në të gjitha raste. Po flas për një gjë që nuk po e gjenim dot, sepse përgjithësi tani nuk mungon as që çfarëdo që ti të haç shkon në dyqan edhe e ke. Trahana si po e gjenim dot se nuk e doja nga këto të dyqanit. Kështu s'më pyete moj Frances, më pyete çajm tranana dhe nga Berati. Po dhe unë dhe vjen nga Berati e kam. Puna është që sa të më vinte nga Berati, unë e doja me sekonda. Po, por një miku jon, Toni, cilin e përshëndes, erdhi kështu zotua direkt edhe e oqa dhe këtë nepsin. Ke fundit e donte goca, jo ti. Pa, ajo s'diskutohet. Po dhe po të ma hajt mua sot unë një të një gjë do luaj. Bravo. Për emri nuk të pyeta, Lore Mari emër shumë i bukur. Ka qenë sugjerim apo e keni vendosur bashkë në çift? E kemi vendosur bashkë, unë kam qenë këmbgulse madhe që emrin do ta vija vetë, edhe me nota humori, po dhe shumë serioze, thoja që unë të kaloj gjithë sikletet e shtatzanit, gjithë sikletet e lindjes dhe ta vendosi emrin dikush tjetër, absolutisht jo. Nuk isha e prerë që nuk pranoja sugjerime se kjo është e bukura. Edhe Lore Mar, Lore është emër që e kam gjetur unë. E kam dëgjuar për herë të parë në televizor nga një këngëtare, Lore, shqiptare, dhe ajo doli në, e thiri prezentuesi, doli në spektakël dhe prezentuesi thot Lore. Dhe ajo del dhe thot Lore, kështu shqiptohet. Dhe mua më ka tingëlluar aq bukur Lore, sa që thash nëse nuk isha shtatzan, që të kuptohemi, jo, nuk isha shtatzan, ishte përpara. Dhe thash nëse ndonjëherë do lindë një vajzë dhe ta quaj Lore. Pastaj gjatë kohës që ishim në shtatzani, unë vendosëm që të bënim një formul, pra një emër i krishterë dhe një emër shqiptar, për identitet, për rënjë, për gjitha gjërat. Dhe kishte rënë pak, po si thua është varianti Lore dhe po kërkoja diçka të ngjashme të tipit Lois ose gjëra që kishin një kuptim biblik. Dhe kërkoj pastaj për emrin Lore për të kuptuar që çfarë kuptimi ka se më ishte fiksuar keq fare. Dhe më marr vesh që Lore ishin kurorat e Dafinës që në 10-ën e vjetër, pra prap në Bibël, simbolizonin fitoren, pra popujt fitues vendosnin kurorat e Dafinës për të treguar që erdhën fitimtar, u kthyen fitimtar. Dhe edhe gjatë 10-ës së vjetër përmendet disa herë që Zoti do t'i vendos kuror, dhe bëhet fjalë pikërisht për këto kurorat e Dafinës. Dhe kur unë kuptova që Lore kishte një rrënjë të krishterë dhe një rrënjë biblike, thash okej, që ka i përcaktuar emri gocës time. Dhe u vendos Lore, ndërsa Mar ishte për emrin shqiptar. Dhe vendosi Marceli, gjithë më thonë ka vënë nga emri vetë, Marcel. I shkoka. Jo, është Mar për të thënë mbar, Mar. Mar e mirë. Po, Mar e mirë. Gegnish, Mar e mbar. Shumë interesant dhe emër veçantë dhe i bukur dhe unë të falenderoj shumë për gjitha emocionet, rrëfimin e sinqert që ti ndave me ne dhe të uroj shumë suksese edhe me punën, por edhe me këtë familjen e bukur dhe të vogël që ti ke krijuar dhe si shton nonat shqiptare, së shpejti me jetë shumë. Do ta mendojmë. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë derë hapur për mua, edhe që më prisni për gjitha ndryshimet e reja, edhe nuk e di për çfarë tjetër do vim tani për çunin. Për suksese profesionale një herë, pastaj çuni ka kohë. Po urimi bëhet. Faleminderit.